Të nderuar të shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni, por si themi gjithmonë, jo më pak e rëndësishëm, po ndoshta edhe më e rëndësishëm se pjesa e parë, më e rëndësishme se pjesa e parë e emisionit. Sonte unë kam nderin të kem në studio numrin 2 të Partisë Demokratike, zotin Flamur Noka. Flamur, përshëndetje, faleminderit shumë. Mirëmbrëma, me sugjeta. Do të bisedojmë për shumë gjëra. Për punë të opozitës, të qeverisjes, për aksionin e rrëzimit të Edi Ramës, dhe për çdo gjë që do na vjen në mendje tani që mund të kujtohemi, të rëndësishme, që të parëndësishme s'kemi kohë se pastaj do të gdhim këtu. Dhe për çdo gjë që të mendojmë tani temin, dhe edhe Flamuri do të përpiqet të na sqarojë për gjërat që ne kemi të paqarta, dhe shumë paqartësira kemi, me thënë drejtën, jo vetëm krahun e Flamurit, po në 2 krahat pushat. Kemi pasqarime të rëndësishme. Si që ju përmenda e prezentova, Flamurin e prezentova, zotin Baton Haxhiu, zotin Andi Bushati u shtruan tryezës, zoti Tela ishte. Faleminderit shumë zoti Haxhiu dhe faleminderit zoti Bushati. Tani, zoti Noka, gjatë fjalimit që doktori mbajti në protestën e 24 janarit, deklaroi që PD është në kilometrin e fundit dhe po vjen rrëzimi i Edi Ramës. Me thënë drejtën, edhe sikur s'duket në kilometrin e fundit. Se ju e matë dhe me kilometr, në fakt kilometri ka 1000 metra, e kupton është. Është goxha, si gjatësi, por edhe sikur s'duket, madje edhe në kilometrin e parë do thosha unë këta skeptikët fare, edhe në kilometrin e parë nuk jemi. Do thoshin këta njerëzit skeptik. A mund në sjarën sa më thjeshtë ç'po bën tani Partia Demokratike? Shkërkon konkretisht? Ju që keni mirakull në centimetrave, edhe metrave mbani metër. Ore metër tani, se ne nuk e zgjodhëm këtë njësi matëse tani. Dili matë. Tani ti po na akuzon ne për njësin matëse që keni zgjedhur vetë. Sa ko duhet të bosh këtë kilometrin? Se kjo është pyetja. Se mund të ulesh në fillim të kilometrit tu aty dhe... Sa ko duhet? A, ju li. Jo, Tela thotore, është provokative, ndryrja Telës ishte provokative. Se sa ko do, se mund të ulesh fillim kilometrit dhe nuk lëviz. Tani ti do në sjarosh ne, thjeshtë, bukur, qartë, çfarë shkërkon konkretisht? Opozita si arjen këto gjëra që premtoi doktori për këtë kilometrin që do bëhet tani? Unë i duat qartë, popullatës t'ia thuash ati e njëri i qartë përgjithësi. Opozita dhe shqiptarët ylli kanë kaq kohë që kërkojnë të qeverisen nga një qeveri dinjitoze e pa zhytur në krim dhe korrupsion. Kërkojnë që të qeverisin nga një qeveri e cila t'i drejtojnë në udhëtimin e tyre drejt Europës. Kaq është. Qeveri që s'është në gjithë botën, kjo. Jo gjeni gabim. Mirë, dakord. Prit, mos harroj ylli. Shqiptarët që vërshuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit me datën 24 janar, edhe me 22 dhjetor, janë populli që kërkon zgjidhje politike, sepse jemi i vetmi narkoshtet në Europë. Dhe ky është një narkoshtet i krijuar nga rilindja dhe nga Edi Rama. Shqiptarët sot janë populli më i vjedhur në Europë dhe kanë qeverinë më të korruptuar dhe më të inkriminuar në Europë. Ti kam sot gjitha këto doktorit. E gjitha ajo që kemi parë ne në këto 2 protesta dhe revolta, është thjesht pasqyrë e irritimit të qytetarëve nga që ndihen të gjithë të vjedhur, ndihen të nëpërkëmbur, ndihen të pasigurt me këtë lloj qeverie dhe që kanë dalë të protestojnë sepse refuzojnë të jetë Shqipëria narkoshtet dhe të drejtohet nga kusar. Ata pretendojnë me të drejtën legjitime se një popull europian të drejtohen nga qeveritar dhe jo nga kusar. Dy dosjet ylli. Kjo jemi shumë të qartë, si do ta bëni këtë? Rama Balluku dhe dosja e tunelit Llogaras tregojnë që Shqipëria nuk qeveriset nga qeveritar, por qeveriset nga kusar. Tani, neve ylli, të gjithë së bashku këtu, besoj bien dakord të gjithë. A është Shqipëria narkoshtet? A ka në Shqipëri kartele dhe krim të organizuar që kontrollohen dhe dirigjon? Vetëm përmend çdo shqiptari Gysa Gasin, Troplinët, Suel Qelën, Xhabaftët,
automatikisht gjithë do thonë, po, Shqipëria është narkoshtet. Vim dakord besoj këtë. Ky Gjabafti nuk ka qenë me ju, apo... Jo, s'ka qenë kur. Jo, pyes se... Asnjë bandë e krimit organizuar nuk ka pas kur lidhje me Partinë Demokratike. Tani këtë po them. Këte di unë se Elbasanit po t'i kthemi, shojmë gjëra shumë të lëtashme. Gjithave. Edhe për ju, po hajde tani dere se kemi temë tjetër. Ylli, të kthehemi, t'i kthehemi. Tani, çfarë është? A mundet të vazhdohet më kështu? Jo. Atëherë, ky narkoshtet, kjo mafje dhe kjo bandë kusarësh ka marrë peng shtetin. Tashmë jo thjesht pushtetin. Dhe duke marrë peng shtetin, kjo bandë kusarësh dhe kartelit, sot disponojnë të dhënat tua, të mijat, familjeve tona, disponojnë dhënat bankare, disponojnë dhënat e timsit kur hyjmë dalim, po kërkojnë të marrin edhe tenderin e kamerave që të na kontrollojnë ku shkojmë, ku lëvizin, ato rivalet e tyre dhe hasmet e tyre, pa diskutim që i kontrollojnë gjithë ditën, po kontrollojnë çdo shqiptar. Dhe kjo, besoj, është e mjaftueshme dhe kjo për një plus në irritimin popullor. Prit, tani a mundet që shqiptar ka shtuar nga protesta e datës 24 dhe te kjo revolta që do të vi tani këto ditë që do të bëjmë shpejt priti se shtuan edhe je i vetmi vend që ke dënim me burg për parkim. Është në kufit e çmendurisë. Ja, mos e thuaj. Po, se nuk mbroj. më gjej një. Unë vinë punë, ja një... Ore, shumë mirë po që vim punë ti. Jo, edhe e kishet kufizuar dhe unë... Po jo një minutë, a do më lësht ta them? Po, pa tjetër. Dhe unë zëmërova shumë kur e pash që e kishte për autoambulancat, për policin dhe nuk e kishte për gjithë popullin. Unë vinë punë dhe jam gati të prert, do me thënë, gjeja vetë me njëtën time që mund të kapem me njerëzit, është që nuk e si dot në rrugë. Nuk e si dot më. Parkuar jo dyshe, po treshe. Iqe këte, nuk të ndimon kjo. Njerëzit janë mëzitur, nuk ke gjëra të tjera sa të duhesh. Iqe parkingun, nuk të ndimon parkingu flamur. Gjitha, do them. E po mirë, fut parkingun. Dakor, të gjitha. Fut dhe autobusin që futët për fushatën e Bashkisë Tiranës, edhe ju mori Erion Velia të gjitha votat. Ylli, prit. Futit të gjitha këto. Prit, thash një gjohën. Ka blokuar rotacionin. Jemi okej për gjitha gjajtë, po i marë okej të gjitha gjajtë tu ati. Tani, por shumë njërës, onoka, dua përgjigje të drejtë për drejtë, ati e politikan dhe ti i tua gjerat si pas gjithë të në. Tua i dhe këshu, po unë jam i detyruar të bëj pyetje. Dhe pyetja ime është, të shumë të janë ata që mendojnë noka, që se një nga arsyet që Edi Rama nuk rëzohet, nuk ikën, është opozita për balë, e vjetruar pa ide dhe që nuk frymëzon. Doktori i pari. Ti për shembull të ka shkuar në një mendja të sinqerisht ta them, që të mund të mos jesh. Ta them shumë dëshmërisht. Ne kemi miqësi bashkë. Dhe unë ta them hapur ty. Nuk ja them njeriu këtë. Ty ta them. Të ka shkuar në një ore një herë të vetme në kokë. Ore sikur ti ke unë. Për shembull. Ta them unë, ta them përgjigjen? Ma thuaj. Do të më shkojnë në mendje ditën që do të largojmë regjimin dhe Shqipëria do ketë demokraci. Deri atë ditë ne çdo njëri prej nesh në atë parti e ndjen veten me mision, e ndjen veten misionar për të rrëzuar edhe të gjithë ju të tjerë përveç doktorit. Të gjithë. Misiona. Pa asnjë të voglin përjashtim. Prit. Por tani ju lutem e hiqini, ju lutem të ndjekim tani flamurin dhe të hiqini. Tani a më bëre pyetje. Ja se të kalojnë dhe kolegët tani që të Unë ju kuptoj të gjithë juve që keni shumë me merak të merreni vetëm me PD-n. Jo. Prit. Shiko, pjesën e partë e emisionit, ishe zoti Tela këtu, me ka u morëm. Me kurum, me bankers, me PSD, me të gjithë. Durana, me tjetër, gjera që i ka për qeveria. Të gjithë pjesën e emisionit, unë mora me këtë gjë. Shumë mirë. Tani kemi këtë zotëri. Po, tani dëgjoj. Në qofë se ti do, e mbyllim, e lëmë si bisedë. Nuk do të flasim, ndalohet të flasim për opozitën dhe e mbyllim. Jo. Po, pra tani, po, të përthem. Prit. Tani, qëfar është? Ne një pyetje do t'i ngrejmë gjithë cili prej nesh vetes tonë dhe opinionit publik. A është Shqipëria narkoshtet? Një. Ja. Ti thua jo? Ja. 1 milion kusur e ka. Narkoshtet nuk është Shqipëria. Për mua, në që se bëngë. Okej. A është Shqipëria një vënd ku qeveria plaçkit dhe është kapur në plaçkitje taksave qytetarëve? Po. Qeveria e 35%, sidomos kjo? Kjo, iku. Tashi një pyetje tjetër. A është i bllokuar rotacioni politik në Shqipëri për shkak se shteti, krimi organizuar, kartelet,
VKM-t e qeverisë, gjitha blokojnë votën dhe kanë azgjësuar votën e lirë duke kthyer votën mall tregu. Kujt japën këtë pyetje? Prit, bashk po ngre këtë pyetje. Po dakord. Bashk, dakord. Bijem dakord edhe për Po pse s'rrezohet atë me gjithë këto gjëra që ti? Si s'rrezohet kjo? A ylli. Tani ja ta themun. Ta themun ylli. Po se do të rrezosh ti mo, o Flamur? Unë se rrezoj dot këtë. As ky. Asnjëri nga ne këtë që thua ti nuk e rrezojmë, Edi Rama nuk e rrezojmë dot. Ne hajde të themi këtu, unë të lë ty të thres ty të thuar çfarë të ndoj me nderja. Unë nuk e rrezoj dot Edi Rama, as ky. Po. Urdhëro, po me pyetje retorike të tuat, nuk rrezohet Edi Rama. Jo, po ama. Si do ta rrezosh konkretisht? Ama thua dot. Ky duhet rrezuar. Sepse një qeverisje si kjo nuk ka patur kurrë. Dakord, atëherë dakord, m'fal. Okej, m'fal, tani shumë në rregull. Dakord, prit, dakord. Tani neve jemi dëshmitar të gjithë këtu që nga viti 2013 deri në vitin 2025 në çdo palë zgjedhje në Shqipëri ka patur vetëm rritje jo të votës, por rritje të çmimit të votës. Mos harro që në zgjedhjet e pjesëme lokale në Korçë, kur Niko Peleshi la mandatin e kryetarit të bashkisë dhe erdhi u bë ministër, e mbani mend vota ishte 20 euro dhe është denoncuar nga i ndjeri miku im Sokolo Dashi në parlament. Në zgjedhjet të pjesëme lokale në Dibër vota shkoi 50 euro ylli. Prit, dhe u pan në Dibër, u pan përfshirjet e segmenteve shtetërore. Në dosje 339 dhe 184 u faktua përfshirje e segmenteve shtetërore deri te kryeministri për manipulimin e tërësinë të votës dhe rezultatit. Pra, nga zgjedhjet në Korçë, zgjedhjet në Dibër pat një agravim shumë të rëndë. Tre, prit, vazhdoj me zgjedhjet tjera, vota shkoi 100 euro. Në zgjedhjet e 2025-s, vota në shumë vende ka shkuar edhe 500 euro. Tani, falni. Po ndodhi prap kjo ti do më thotë. Vetëm një sekondë të lutem. Do vish prap këtu vitin tjetër? Po. Shu pas 2 vjetësh do të thuash vetëm gjëra. Të lutem. Tani, a do flasim tani? a të më lësh sqaroj? Po jo, më nuk sqaron gjë se Po tash, tani kur më ke ftuar do të më lësh. Ore, do të le për këtë punë kam thirrur. Po pra. Po tani unë të kam thirrur. Tani sqarimin unë nuk e bëj me buton, unë e bëj sqarimin sipas rrjedhës që planifikoj unë. Që ta bësh sipas pyetjeve që të drejtë. Po pyetjeve tua do i përgjigjem si unë. Unë të thash. Jo si çdo ti. Jo. Unë të thash. Pyetjet por mendja në një. Ta sqarova pra. Si e sqarove? Ta sqarova qartë. Pasi ti ke Edi Rama. Prit. Po do të thënë ju mund ta lini Edi Ramën të rjetën kështu. Mirë. Po e lëm të rjetën në pushtet Edi Ramën, që të ri dhe flamurin e tjetër. Urdhëro. Ja. Qeveria vjedh pa fund taksat e shqiptarëve për 13 vitesh. Qeveria ka zhyt vetin në vendin krim, kartele, droge, gjithandej. Dhe kërkohet të largohet Sali Berisha dhe drejtimi i Partisë Demokratike. Vetëm ju, analistët e Shqipërisë, e kërkoni. Në vend që të vini këtu dhe të më thoni, a do ik Edi Rama, duhet tik, hajde t'ju bëjmë diçka tik Edi Rama, thoni tik Saliu. Pse vjedh Rama, duhet tik Saliu. Vjedh Belinda, duhet tik Flamuri. Që nuk e gjdo të Edi Ramën. Jo, zotri, pritni, më sukuti. Jo, në falë, të lutem. Pse e themi ne këtë më? Se nuk e gjdo të Edi Ramën. Ylli, në këto kushte... Se është reat, jeni reat ju. Ju keni rënë reat, aq reat Flamur. Ju jeni, nuk keni në ndryshim nga Edi Rama. Edhe në gjerat që fitoni... Mos u ngut, jo. Baton, mund të hysh në bisedë... Jo, kuptove gjë. Do të hyj Batoni vetëm se do t'i kërkoj ndjes gjithve të tre... Batoni, bushati dhe mëra. Këtë që po shpjegoj. Dhe tani, zotri, në kushtet kur Shqipëria, për post që shkoj çmimi i votës 500 euro, në kushtet kur me një VKM u shpërndan 2 miliard euro gjoba u falen, pra u ble vota, 2 miliard euro për të ble votën. Në kushtet kur një çdo pensionist ju dha kundërshtim me kodin dhe me ligjin, 100 euro në mes fushatës shpërblim. Në kushtet kur, ju e keni parë, kemi promete tjera, në kushtet kur kartelet i kanë dhënë kësaj qeverie të dokumentuar 150.000 vota. Fal, prit. Po ju nga fisi rëndësishme në Elbasan futut në listë të mbyllur, nga këta që akuzojnë futut në listë të mbyllur njeri. Jo, ke gabim. Ma ke thënë të ta ka kundërshtuar, kanë gjithë mbiemër, po s'ka si lidhje. Prit, mos u ngut. Prit. Dhe tani po të themun. Prit. O, zotri. Pra, në kushtet kur ke 7 rezoluta
që dënojnë narkoshtetin, që ti e ke pak vështirë ta pranosh. Dhe unë të kuptoj pse se pranon. Pse? Po në kushtet që Ma thuaj, mos, jam i kapur unë. prit, Jo, më thuaj. prit. Jo, jam gati të përgjigjem unë. Problem televizioni, jo ti si person. Si televizion? Prit ta seri, do ta them pastaj. Televizioni s'pjerë fare se zhvejun këtu më e. Prit, tani të ta them. Ky që është pronaj. Po mleta more. Pjerë fare që... Më dëgjoj. Tani, Fare më po fare. prit more të serioz. Ilias nuk e shikon pjesën tërmur. Ore, po bëj durim se të serioz. Ile kur e shikon Ai nuk çik gëzohen. problemi, i çik. Si gjithë televizionet ylli. Mos u vra mendin ti se gjithë televizionet. Nuk thua gjeti për ata. Janë bërë një tani. Prit ta Të marr. dy janë bërë një. Edhe me lidhjet. Do të bëj jo ta serioz. Ta në këto kushte. Janë fejuar. Në Janë këto fejuar, kushte. të dy televizion të fejuar. Prit. Tani dhe ti... Në këto kushte i dashur ylli, çfarë rrugë i ka ngelur opozitës dhe shqiptarëve? Vetëm zbritja në rrugë dhe përballja e vetmja rrugë. Po. Ne bijem dakord që me votë me këto skema që gjithë shteti është edhe në rezolutat e ke. Me votë. Gjithë shteti është ushtri kundër opozitës. Nuk e mund dot me votë. Pse? Ure, jemi dakord të gjithë ne. Në çdo vend demokratik, opozita dhe pozita përballen me alternativë, me program, me stafet e tyre dhe shteti me institucionet e tij është garanti i zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme. Në Shqipëri nuk ke shtet që është garant. Shteti, pushteti, e thonë rezolutat, e thotë OSBE Udiri në raportin e monitorimit zgjedhjeve, thotë shteti nuk u duk është zhdukur, thotë OSBE Udiri, vija ndarëse me shtetit e pushtetit, janë bërë një, shtetit e pushtetit. Partia shtetit me pushtetin, me shtetin. Pra, kartelet gjithë, o zotri, më thuaj kush është arbitri, që ta mund me votë. Duhet më thuash kush është arbitri. A e kam nxjerr dokumenta fakte unë këtu që shërbimi informativ, lerit të tjerat, ka shpërndar rrjetin, ka aktivizuar rrjetin jo vetëm të bashkëpunëtorëve të shërbimit, por edhe ish spionët e sigurimit shtetit janë thirrur në detyrë për të patronazhuar vota për rilindjen. Të futen kolegë. Pra, prit, miliarda, atëherë çfarë ka ngelur i Doli si dashur? bashkëbisedim dhe sigurisht Çfarë ka ngelur i dashur ylli? Ka ngelur vetëm rruga. Alternativ tjetër, sepse rotacioni blokohet me çdo kusht, me çdo çmim dhe me çdo reform. Nga shteti, jo thjesht nga shteti. Atë rruga. Dhe ne kemi vendosur me këtë në rrugë, në përballje, në revolt, ne nuk ndalemi derisa ta gjynjësojmë. Po, dhe e peti, datën 24, mos kujto se ndjehu, e peti si artikulon të narkosi i rrituar, sepse janë dritë leqet e këmbëve. Do të kemi datën tjetër shumë shpejt. Mund të nxjerrim nesër datën, dhe do të shohësh, do të kesh datën tjetër. Ata është që të vesh të rishe atje dhe të... Mos u mërzit ylli se të gjitha do të bëhen. manifestim të tillë. Të gjitha, është si në festat... të gjitha do të bëhen, Mirë, e Edi Ramën do gjykohet. Zoti Baton. Shqipëria do të hyjë në një etapë tjetër, ku rotacionet nuk bllokohen më, dhe zgjidhja politike do të kërkohet dhe do të imponohet tashmë nga qytetarët. Zoti Baton. Atëherë, kozgjatja në pushtet është armiku më i madh i pushtetit dhe përparësia më e madhe e opozitës. Kur kjo nuk është faktor, atëherë problemi kryesor është gjuha, sjellja, diskursi dhe mungesa e artikulimit për mi binë qytetarët se cila është e vërteta e kësaj kozgjatje dhe pse kjo qeveri nuk bie. Të gjitha këto flamur i mungojnë opozitës. E para, artikulimet që ti po i flet, dhe më thënë, duke fillu me etiketat narkoshtetet e tjera, nga përvoja të cilën unë e kam nuk janë të mjaftueshme që t'i bindë qytetarët për votën. I para është një leadershipi. 2, fjallori ose qaj leadership që e bindë qytetarin se ju jeni të gatshëm të udhëheqni dhe e treta që nuk koketoni me pushtetin. Unë nuk menoj që këto gjëra ju i artikuloni si duhet. Vetëm shikojni ditën kur e keni votuar ose keni qenë pjesëmarrës në votimin e bordit paqës, tregon se sa të
paqartë jeni me votuesit dhe qytetarët. Parasysh se atë ditë e keni bë qytetarin tjetë konfuz, parasysh se ju as befasuar s'keni qenë. Dhe me thonë, keni qenë lojal të një situate e cila ka qenë e patolerueshme. Për mu. Tash të kthehemi te... Bëj një detajim të termit i patolerueshëm, situate patolerueshme. Vazhdo ti, unë përseki disa gjëra, ose na mund të bëjmë edhe si dialog. Une konsideroj, çka është përparësia ju në kohët e fundit? Ju e keni pas një aleat, që unë e di që ti se pranon, SPAK-un gjatë gjithë kësaj kohë. SPAK-u ka artikulu një fuqi kogjatë fort për opozitën që ju ta merrni në dorë situatën. Aleati ju i vetëm. Dhe ne kemi kërkuar, ne kemi kërkuar që SPAK-u të jetë aleat vetëm i ligjit dhe s'ka pas ta sqarojmë. Ta sqarojmë. Të kërkojmë ne. Deri para ca kohësh me Dumanin ka qenë aleat i Ramës. Prit, mos i qartësojmë. Jo, unë po them, me qenë se SPAK-u ka qenë për një kohë aleati juj. Ju e keni pas një artikulim se ajo është institucion i Ramës. Asnjë kohë nuk ka qenë aleat. Vetëm une nuk po them se s'jam Partia Demokratike, se si kisha çfarë diskursi, çfarë sjellje dhe cilat veprimet e mia do të ishin në opozit sikur ta udhëheqja Partinë Demokratike. Por, me qenë se po flasim kështu flamur, sikur ta udhëheqja Partinë Demokratike, unë e do isha shumë më i efektshëm, ma beso. Dhe jo më i efektshëm, do rrezikoja bukur shumë që ky pushtet... Atë ta them shkurt. Jo, mos ma thuj. Më i efektshëm për të shërbyer Ramës, po jo për të shërbyer qytetarët. Jo mirë, une atë sa i shërbej Ramës, që jemi të qartë. Amur. Që jemi të qartë. Me qenë se po më flet... Se qytetarët do t'i qartësojmë për këtë. S'ka problem. Me qenë se po më flet... Jo për të luftuar Ramën. Jo, me qenë se po më flet që une po i shërbej Ramës, atëherë më po thëmë, njeriu që mas shumti i shërben Ramës, për qenë pushtet, për qenë i sigurt, është në kryet juj. Me qenë se më the që une po i shërbej Ramës. Nuk ka njeri në Shqipëri... Ta them edhe këtë. Jo, nuk ka njeri në Shqipëri, pe vitit 2020, e këndej, ose 2019 e këndej, se Sali Berisha që jaman isën politike Edi Ramës. Tash, më dëgjo ta sharoj dhe në fund, Nikos Gjati ka që shumë me pushtetit, dhe mos me rëzukit pushtet, faju është ekskluzivi ju. I jone. Po. Kërejt gjëra që i përmende. A do të bëj një kërkes, mos se citojnë fund Baton Haxhiu, po citojnë klapa Edi Rama, me gojnë e Baton Haxhiu. Jo, flamur. Cilësohet të Unë lutem. besëm që... Cilësohet të lutem. Unë nuk kam marrë Edi Rama në as gojnë e për me Baton Haxhiu. ofendu, as kënë, as me i dhënë etiketa dikuj. Jo, unë vishë po të thëmë. Unë po komentoj ato që thuti nuk të ofendoj. Jo, në regull. Jo, më vje shumë keq, mos më thuj të ofendoj. Jo. Ofendoj unë. Por unë po komentoj ato që thua. Jo, unë e muj me pas mendim. Po mundesh po, kur mendimi jo, mendimi i Ramës, pastaj unë kam drejtën ngrepi kyçje. Po, mirë dhe vetëm ta thamë. Sepse, më falë, kjo kërkesë për të larguar Sali Berishën, ka një 4 vjetë që kërkon Edi Rama, e ka përdor gjitha metodat. I mori lulin penk, e mori simbolet penk, dhe i bëri të gjitha, dhe loboj për nën gratën, e bëri, e arrestoj. A thashon me largu? Tani nuk ja ka arrit Edi Rama ta largoj, dhe tani qëfar bën? Nxjerr analistët e tij dhe thonë, të ik Berisha sepse Ramën e mba. A ma le për shtypjen e unë? Tani kjo gjë, çfarë është spinim i gjithi nga kuzhina e Ramës, dhe ai ka analistët e vetë që e spinon këtë. Është normale që Rama ta spinoj me njerëz të tillë gjë. Po jap mendim. Nëse mendimi jam s'pëlqen, në rregull është. Dakor. Por unë po ta përmendim një fakt, ta përmenda SPAK-un. Nëse opozita e kundërshton kur një institucion që është 88% e pëlqërshmërisë shqiptarëve, atëherë o s'keni matje, o nuk e merrni seriozisht, o keni një problem brenda saj të cilën nuk t'ja tregoni publikut. Kjo është e para. Thuaj edhe herë, sipas meje. Pse? Sipas teje. Pse sipas meje? Sepse kjo nuk është realiteti. Po i realiteti është që shikoj pëlqyeshmërinë. Shikoj Baton, nuk e ke ekskluzivitetin e realitetit. Jo. Sipas meje. Jo, sipas meje. Sipas meje. Okej.
Që do të thotë sipas Ramës. Qeveria teknike. Po. S'ka problem. Po. Që të merremi vesh qartë. qa flasone është sipas Ramës. Po. S'ka problem. Po. Që t'jemi të qartë që mos ta përsërisëm disa herë. Qeveria teknike, Klamur. Po. Kjo i bjen një farë krijimit një status quo-je që Qeveria teknike status quo baton. Po, është një status quo të re Baton. që s'ta blen askush. Qeveria teknike baton, nuk është status quo. Është emergjencë sepse në Shqipëri pushteti nuk është fal votës, është fal drogës, fal krimit, është fal vjedhjeve, është fal VKM-ve që jep 2 miliard euro licenca Ashashit, 2 miliard euro fal gjobat, 100 euro blen votës do pensionisti, është djerë gjabaftë për rrugë për të kontrollu votën për Plinë dhe Suelit, është fal Saramiles. Po do mendim kjo është. Se qeveria teknike, nëse ti përmendë gjitha ato argumente. Argumenti parë është qeveri narko-regjim. Narko-regjim. E përmendë që vota është 100 euro. Jo, vota jo ka shku 500. 500. Që të gjitha këto kontrollohen nga kjo qeveri. Kur e krijon një qeveri teknike ti do shkosh në zgjedhje. Pa diskutim. Edhe ma thuj, këto argumente, si do i fitos zgjedhje tani Flamur? Ta them unë. A, mirë. Tash, shenoj këto gjëra që po t'i thamon e pas taj. Dhe, Flamur, ajo që unë e thëmë edhe që kam spakun njohje pak nga PR-i, ajo që më pengon është përsëritja e vetës për vitet tona. Në demonstrat sjellja njëjtë, fjallori njëjtë, mungesa ides dhe vizionit se si me dalë për kësaj situate. Une, për shembull, do bëja kejt diçka tjetër në protest. S'mundet protesta e vitit 2025, Flamur, me qenë si protesta e vitit 2004 ose 5. Nuk bëhet kjo. Pra sy se bota ka ndryshuar. Edhe përkujtoj ty një gjë. Zgjedhjet e Tiranës i keni fitu në 2011, mos harro, mas demonstratave 21 janarit, Flamur. Dhe, e dim pse, pra sy se, kur bëhen demonstratat, mos harro që pengon tjerë, dhe nuk je në një moment të duhur nëse nuk i bin tjerë që demonstrata ka me pas sukses. Ashtu. Mirë, do bëjmë... Kam plot gjëra, po tash përgjigje gjitha. Vetëm thuje njëherë se këto janë mendimet e Ramës, pastaj... Ta thash, ajo nuk diskutohet. Po, e tash vazhdo mi mu përgjigj këty në gjëra. Po ta them unë. Po. Unë, pse ka dalë kjo teori tani, kur Edi Rama ka parë 2 herë rjesht bulevardin të mbushur, pas ju mundua, sidomos herën e dytë që ju mundua të ashiste sikur Ivanka, kishtë arë për biznes në vetë, fakt, zonja, po a i shizë ku kishtë arë për te. Pa mendim edhe për ato jeni. Prit. Kur e pa që ishte lumë njerëzish dhe po shëndrojë në një valë, në një lavë vulkanike, që do da djegë, aty pastaj filloj të shpinoj këtë teorinë që po e nxjerr ti. Tani po temi gjë, me zgjedhje fars i dashur Baton, edhe Muhamedi dhe Krishti bashk të ishin këtu drejtim të opozitës, atë rezultat do të kishte. Falë tashim, të lutem do t'i shtjelloj gjitha që më thë. Tani po të them Baton, edhe Papa po të vinte të kandidote në Elbasan për bara Saramiles, do fitote Saramilja në fars. A më thua ti Baton, më thua ti një vënd në botë që fitohet me votë për balë mafjes. Ma thonë ju këtu, edhe unë pastaj jam dakord. Saramilja babaj se ka qenë me ju. Ili, edhe ti dikur ke qenë me ne. Mori të gjithë. Edhe ti dikur ke qenë me ne. Po. Po pra mos i ngatoj qëra, prit. E di pse ka mikur. Prit, s'ka rëndësi. Jeni shumë keq. Nuk ka rëndësi. Jo ka mikur. Ore, nuk ka asnjë rëndësi. Nuk e kuptoj se çfarë. Ore, nuk ka asnjë rëndësi, jam duke thënë. O zotri. Saramilja, më fal. Po. Babaj saj ka qenë me ju fort. Edhe Bemblushi ka qenë me ne. E mori vota tuaja tani, edhe tani ka marrë votat. Bënde sigurisht e me ne. Edhe Bemblushi më pse? Po, prit. Nuk ka qenë budalla. Edhe Edi Rama në 90-ën bënde sigurisht me ne. Mos e merr tani. Mos i ngatroj gjërati. Ore se Olçelës ja ke kaluar ti Saramilës, ja ke kaluar pastaj këtij Saljanit, ja fute Saljanit tani. Tani ja fute Saljanit. Do me thënë, ti ke marrë Olçelën dhe ja fut çdo njeriu që thot 2 fjalë kundër teje. Atë të bëj debatin me Batonin. Po të na merr për trasë, kam thënë 2-3 herë këtë gjë. Ne na merr tani ti, që ai ti them të gënjej këta. Olçelën ti e merr dhe e përdor për çdo njeri që del kundër
Jo, more, po bëj more durim. Po s'u të bëj durim, o tani më gënjesh tani ti mua. Pse ke humb durimin? Bëj më durim, ti je njëri i duruar. Do vetë të votojmë. Por je njëri i duruar, duro. Do vota mo flamur. O zotri, jam ke thirrën në emision. Unë nuk votojmë, po të kam thirrë më po mos më gënje. Duro, more. Mos më gënje, more, o zotri, je sekretari i përgjithshëm. Dhe do mbetesh gjithmonë kështu aty, nëse më gënjen dhe mua. Mirë Edi Rama në futja gënjehet çfarë duhet, po jo mua. Duro ti. Duro, ki pak durim. Tash. Po tani merr tani personazhe të cilët o zotri. Mos u shqetëso ti. Po më Se tu shqetëson nuk njoh fare këta, nuk njoh fare. Ja njeh kebab. Duro mos u shqetëso. Ja njoh sepse fare rastisht e takova dhe ishte njeri i fortë juaj. O zotri, unë juaj. Vajzat deputete. I Partisë Demokratike kishte shërbyer në administratën më të rëndësishme të Sali Berishës. Në të bodyguard të këta. Të të bëj një pyetje unë ty. Ti mund të thuash sot jam i PD-s. Edhe do të kam lidhje fare. Ta mbaroj. Ti mund të i thuash sot Andi Bushatit, se kam nevojë dhe të vi Andi Bushatit thot ylli ishte i PD-s. Kush e pranon? Se më kam nevojë të vinë punë. Se ti je ai si cakton kush është i PD-s, baba i Saramini cakton kush. Po durora zotri. Ore ishte në punë të ty. O, a du durosh ti? Dhe tani ka ikur dhe të ka marrë votat. E devijuat debatin. Devijoj qëllimisht sepse nuk i... Jo, po emrat i... Unë e devijova, emrat i sjell Timo, sjell emra të cilët Saljani tani është armik i popullit. Ti sepse nuk e ka manipuluar Suel Cela. Nuk duron ca të vërteta që i them unë. Unë të duroj. Duro ta. Pse më antari Partisë Socialiste jam unë? Duro pra. Nuk ja vlen për ca duro pra. të krimit. Atë duro kam unë. Po duro pra. Zihen e jo të. Atëherë të sqaroj një gjë unë ty tash. I dashur. Mos ta gënjej tani që nuk është Sara zotri. Saljani është njeriu i special. Ka një përgjigje, do ta them unë gjitha. Do ta them edhe duro. Me që deshte. Sara është emri. Zotri, që ta dish ti. Shqiptarët e dinë, po ta kujtoj ty. Edi Rama, nëpërmjet Gysa Gasit, dhe është në telefonin që është në SPAK, kjo që po them unë. I ka kontaktuar të gjithë bandat e Shqipërisë dhe i ka thënë, ti, Suel, që të tregosh se sa punon për mua, sa më do mua, do të votosh Sara Milen, aty do të shpërblehesh, sa fuqi ke do të tregosh dhe do të shpërblehesh. Një, i ka thonë troplinëve, ju do të votoni Arkend Ballën, i cili doli me 200 vota në 2021, por tani na doli me 22.000 vota, 25.000 vota. Janë vërteta këto? Po, janë në telefon. Dakor. Se janë të vërtetë. Pra nuk po shpifra, po duro. Pra s'kam lidhe me Sale. S'kam lidhe me Sare, mos të dalë si 300 pallatet e... Jo, mërë zotri, 300 banesat e... O ju duro. Nuk kam lidhe me Saren. Si ishte Sara, mund t'ishte Hasani. Pra kjo është. Ja u prishe debatin. Jo, po kjo është. Vazhdojni, më falni, mirë, ndryrë ka buarimja. Kjo është çështja. Vazhdo pa tani. Se me këtë asë një përgjithë se kom marrë vota. Ka marrë asë një përgjithë, më dhe. Po se nuk e leti. E prisha unë, ha? Po sigurisht, më ndërhyre. E shpëtove tani, e shpëtove Flamojnë. Ylli më ndërhyre. Lere, më letë, drejtoj emisioni. Po jepi përgjigje këti. Më leti. Po jepi përgjigje. Nëse përgjim vetun. Po pse çketi? Sa më përgjigje mua? Bëj pak durim, po të përgjim edhe ty. Unë këtë punë kam marrë. Përgjim gjithë. E kam detyrë. Tani më dëgjoj tani. Po more baton. Kozgjatja. E përmendë termin kozgjatje. Në pushtet të jep konsum. Jo, të jep përparësi ty. Jo, më fal. Kozgjatja e pushtetit, pushtetit jep konsum, the. Po. Po, bjem dakord këtu, po është një gjysmë e vërtet. Pse? Kozgjatja e pushtetit i jep konsum pushtetit në një demokraci funksionale. Në një regjim, kozgjatja e pushtetit e forcon financiarisht, e forcion administrativisht, në rastin tonë ka forcuar edhe me krimi dhe me drogën, dhe pranë ka shkuar duke zgjatur koha, nga 20 euro ka shkuar 500 euro blerë e votës. Kjo është efekti i një kozgjate në narkoregjime, i kozgjates pushtetit. Pra ta rëzon gjitha të që theti, sepse ajo që theti vlen për demokracit funksionale i dashur miku im. Dhe nuk vlen për regjime, narkoregjime dhe për kleptokrat. Iku. Tjetër, leadershipi, po more, fajti ka leadershipi, thua ti, dhe nuk i ka Rama. Po more, Rama vjedh, fajti ka Saliu. Rama kryon narkoshtet, fajti ka Saliu. Rama shkatroj sigurin kombëtare me Akshin, fajti ka Saliu. Kjo është një teori që e dim në prej kohësh që është gatuar në kuzhinën e Ramës dhe nuk ka shqetësim. Por s'ka as i lidhje me realitetin. Ti thua fjalorin. Po baton. Unë jam shumë dakord, fjalori do ishte krejt tjetër nëse në Shqipëri do kishim një qeverisje demokratike dhe perëndimore. Po kur ke një qeverisje... Fola për sharje. Fola për sharje. Kur ke një qeverisje... Fola për bindjen. Me që kam bind, mu.
Kur ke, po pra, ti thua të artikulojmë një fjalor europian, S'thash jo ashtu. fjalor shqiptar. Prit Unë të e thash gjejeni kodin. Po, atëherë po them, në një vend ku shpopullohet vendi dhe 1.1 milion të regjistruar, nuk flitet sa janë pa regjistruar, në BE ikin nga një regjim fjalor tjetër përveç se të thuash që je armik i shqiptarëve dhe i shqiptarizmës, sepse atë që Vasor Çubillović, që ti e njeh shumë mirë, nuk arriti ta implementoj teorinë e tij, po e implementon Edi Rama për shqiptarët dhe Shqipërinë. Dhe ky fjalori, çdo fjalor tjetër, unë mund ta gjeja një fjalë tjetër, por në fjalorin e gjuhës shqipe armik i shqiptarëve dhe këtë e dinë gjithë. Një, në një vend ku pastruset kanë qindra miliona lek, një pastruse, baton, në një vend ku me një firmë vitet 20 milion euro, 5 milion euro, 30 milion euro, shifra që janë nuk i rok truri njërzor. Një pastruse se... Po, nuk i rok truri njërzor, po baton. Unë artikulimi Shqip, se nuk ditë them gjuhë të tjera, në Shqip është jeni hajdut dhe nuk meritoni as një sekond të rrini për qeverisur këtë vend. Në një vend ku... Të thotë ty? Në një vend ku... Pushtetit. Në një vend ku kthehet nga një demokraci e brisht, me defekte, por kthehet në një narkoshtet, unë nuk them asgjë tjetër, nuk mund t'i them asgjë tjetër në Shqip, nuk di fjalë tjetër në Shqip, përveç se për t'i thënë po, je varrminës i demokracisë dhe armik i shtetit dhe je thjesht një narkoman. Prit, të lutem. Kjo ishte përgjigje për atë pjesë. Ka kërkuar shpjegime për gjitha. Do të më durosh. Po. Tani votimi e bordit faq. I kam bajt shënimi dashur. Unë jam njëri që mbaj shënime. Jo, të thotë ky. I kam bajt shënim gjitha. Se janë pyetje Tani, votimin e bordit paqes. Tela të dalë një pak vërdzallë. Po, tela bëj një gjiro. Pastaj po. Bëj gjiro hadi pastaj. Dile fresko. Po rrim kohë. Dile fresko. Dil fresko qik. Se e ka vapi, dil fresko. Po se ki bërë gjithë pikat më një nga një. E unë në ata temperaturë. Unë tani. Baton, po, votimi bordit paqes, i pas kemi bërë konfuz qytetarët. Ajo, baton. Bordi paqes, ne kemi përshëndet dhe e përshëndesim. Por është një meskinitet ekstrem. Bordi paqes. Të futësh ti në një projekt ligj emrin tënd. Nuk ndodh kur. Në projekt ligje, kur, në një asnjë vend demokratik, jo më në vendet anëtare të NATO-s, por njerëzit meskin, siç është kryeministri i jot baton, e bën këtë. Më gjej ti që ka kaluar kjo gjë në një nga vendet që kanë miratuar bordin e paqes përveç Shqipërisë. Kjo në kundër te. Prit, ta mëre. Prit, ta sqaroj, prit. Dhe ja ku e ke Kosovën. Po çfarë ndodhi? Meskiniteti dhe ligësia e tij është ekstreme, sa që do të provokonte opozitën dhe popullin dhe thoshte që ja këta se duan me votojnë bordin e paqes. Po ne nuk kam një problem se ju po e projektoni ndimen të Trumpi, po kthehet kundër jush. Po e projektoni ndimen të tjetër, po kthehet kundër jush. Ndaluni te fuqia juaj dhe diskursi juaj. Mungesa kryesore juaj, nuk rrezohet pushteti kështu. Nuk rrezohet. Ta themun ty. Pik. Ki durim. Mund ta them sa dush. Po, askund nuk kemi bazuar ne ndonjëherë fuqinë përveç se tek vetja dhe te qytetarët e vendit tonë. Kur e kanë spinuar në këto banaqet tuaja, cilat banaqe? Banaqet mediatike, është spinuar nga të gjithë, ta ashtu quajturit analistë që paguan nga qeveria. Ja, shikoje, shikoje vetëm momentin e rëndësishëm në PR-in e kryeshefit, njeriu i cili ka qenë kryeministër, president, në momentin kur Ivanka Trump vjen edhe flet për investimin, njeriu që mas shumë të për krahu, në publik, ka qenë Zali Berisha. Sigurisht. Pa, di që të me thonë, jo, shikoj e tash, mitësia e një njeriu, qëfar është, jo, përit të sqaroj, se qa është, nëse Edi Rama e sjell atë, e kryon mitësin me të, e kryon lidhen e të, të njeriu i zakonshëm, a di që ndodhë? Ndodhë që pa fuqia e juj... Ndërprej e të lutëm se u lag judhi. Ndërprej se u lag judhi.
Kjo ishte... Si u lak, ndërpresi u lak. Se di Jo, ylli e ndërprej. Jam ta ndërpresin pak dhe i sa... do e gotën time se e dirë dhe. Dhe... Po tani këtu do të dirë dhe gjitha gotat. Aty shihet pafuqia e diskursit flamur. Dhe del kryeministri tha, unë e kam pas të me Berlusconin, e kam pas edhe Facisano, dhe a di Ka pas edhe Ilimeta. Tu tani në ardhjen tënde çdo njeri do laget. duke menduar se ju dikur e keni pas këtë ide, dhe nuk është ky njeri tash që e ka të freskët këtë ide, se kjo ka qenë edhe dikur. Shiko, Bato, jo ka gjatë, po ta them unë shkurt. Shqip, pse mundohesh të tjerësh gjatë? Jo, po flas prapë për PR-in, prapë po flas për diskursin. Mos u kujdes për PR-in tonë, vetëm ki parasysh një gjë po të them unë. Po me ty po flas. Çdo shqiptar, miku im, çdo shqiptar, përfshi edhe ne që jemi këtu, do ishte i lumtur që të vi një investitor perëndimor në Shqipëri dhe të investoj. Pse? Sepse është mirë për vendin tonë. Dhe këtë ka tentuar çdo kryeministër i këtij vendi. Nuk është se bëri në mrekulli. Rama bëri atë meskinitetin e vet, histori tjetër. Pra ne këtu mos hynë në këtë çështje. Po pse? Prit pra. Por ama, hyte keq përdorimet, hyte keq përdorimi që mundohet t'i bëjë çdo gjë. Ai është njëri që keq përdoron çdo gjë. Kështu që mos hynë atë histori. Tani unë vetëm një pyetje kam për ty. Hajde. Mafia mundet me vot apo jo? Ti, ma këtë përgjigjen. Mundet edhe fort. Mafia. Po. Më tregoti si. Ta shlamur. Ja, do të bëj, ja, për të bërë një parantezë vogël të dhe. Më tregoti si do t'i mund Albana Vokshi, në Vorë do t'i mund të Gjabaftët kur e peti, ata kontrollonin çdo gjë dhe nuk guxonte kush as të votonte pa lejen e tyre. Ma shpjegoti mua si. Se që thua mundet, ma shpjegoti. Më shpjegoti si mund dikush. Ma shpjegoti, Suelin, Troplinet, më shpjegoti. A bon të pyet? Me vot. Po, jo më së pyet. Jo, që po ta shpjegoj. Po. Në 2001-2004, as i fundit shqiptar nuk ka besuar që Sali Berisha do kthehet dhe do fitoj betejën me Katastanën. As i fundit. Flet për demokraci dashur. Jo. Nuk po flet për ki gatruar sa gjëra ti. Jo, shiko. Mua në kontekste të ndryshme nuk më nxjerr gjërat fjalët në kontekste të ndryshme. Jo, prit kontekstet. Shiko, kontekste të ndryshme ka qendrime të ndryshme. Prit. Unë jam i vëmendshëm në demokraci, sa do me probleme. Prit pak. Rotacioni vjen me vot. Po në një kërkove përgjigje. Rotacioni me vot, jo vjen. Jo, a kërkove përgjigje, Flamur. A kërkove Flamur. E di çfarë është kjo? Indirekt kjo është ajo është avokati që i bën Edi Ramës dhe narkoregjimit, duke tentuar në shesësh ne si qeverisje demokratike. Jo, Fatos Nano, ndjes past, ka patur problematikat e veta, por ka qenë qeveri demokratike me shumë probleme. Por nuk ka qenë narkoregjim dhe nuk kontrollohej nga kartelet e drogës pushteti. Zotri dashur, kështu që ti nuk mund të më vendosësh të njëjtën fjalë në të dy këto paralele. Jo. Sa tash po shoh pse jeni të paqartë. Veç po të tregoj. Shife ti. Jo, vetëm ta tregosh dhe do të futim në bisedë. Jo, vetëm po ta them të fundit të kjo pjesë. Slogani me duart pastra pas 97-ës ka qenë beteja më e madhe kundër korrupsionit. Të më falë familja Nano se po flasim me njeriun që ka shku në botën tjetër, nuk ka pas në Shqipëri qeveri më të korruptuar se ajo atëherë. E gabim. Ajo ka qenë para këtij sotme. Eksaktësisht. Gjepist ka qenë qeveri gjepist tash përballë këtyre, këta janë lubi. Vetëm ti mund të thush shu. Vetëm ti mund të thush shu. Vje shumë keqë. Ua, di çfarë është ajo? Unë nuk besoj që mund të kishte një njeri që jeton këtu dhe ta besoj dhe ta artikuloj këtë. Ju jeni të krahasoj si fitoni zgjedhjet këtu. Prandaj si fitoni zgjedhjet këtu. Atëherë flite për tender orizi, tender balkonash. Aq ishte. Çfarë thotë ti? Këtu flitet për tonelada drog, mina tonelada drog, e kuptoni apo? Këtu flitet për zgjedhjet këtu. Flamur. E dyta për zgjedhjet. E dyta feudet e votave. Flamur. Po vetëm një sekondë. E tha bëri ndërhyrje dhe falenderoj shumë Teler. O zotri.
Një terrorist i bota Hajdaraga. Tela është thirrë për të pyetur ty. Po për shumë. Unë po flasim për kontekstin e kohës. Ta falenderoj. Po flas për kontekstin e kohës, mor Tela flamu. donte të ikte. Ore zotrit, ç'ke më? Donte të ikte për Ore kafe. ti ç'ke? Ai nuk kam drejt do ta falenderoj zotrit. Por se ti ndar njerëzit. Ore po ç'ke ti si na? Ore ti jam, ke thirr Edhe me Trumpin trombusin. ku e keni marrë. Ore ç'ke më? Po ja u Po duro more ti. Po ja u Po fut- duro më të flas unë se po flas me baton. Po ja u fut ky i gjati me tash Trumpin. po, tash, a- Se kështu keni marrë, O, Ylli. telën e merrni, O, Ylli. bushatin e merrni, tjetrin e merrni. A mendon se po nuk batoni e ka di, nevojë për avokat tani? Jo, batoni ma, unë drejtoj bisedën. Dakor, po lere t'ja sjarë Dashur gjatë Flamur. të bëjë. I dashur Flamur. Tondi, Ta lëmë vetëm, jo vetëm batonin. Të futim bisedë bushatin dhe 30 sekonda batonin dhe të marrë. 30 sekonda ti ke 30.000 sekonda ti po flet. Debati këtyre ishte interesant. Dhe çfarë më thua ti? Po tani ju doni të mos flisni. Në riktheu në kujtesi. Po s'doni mos flisni, i lë këta dy. Mua. Që doni. Që 30 ton oriz që bëhet luan ndjes pas luan Tive ka sasia Flamur. me 30 ton kokain. Vetëm ti e thua këtë. Kështu sfitohet pushteti. Po kështu fitohet pushteti. Ti korrupsionin e madh me sasi. 1 euro është mjaftueshëm Flamur. Të përgëzoj. Për pari. Tani ju 1 euro. Ti më marr me sasi. A dim pse? Por artikulohet që këta po vjedhin, se s'ke guzuar të artikulosh asnjëherë. Jo, po vjedhin sa i luajnë fen. Sa i luajnë fen, i luajnë fen. Kjo është Shqipëria më e kriminuar që ka Shqipëria. A dim pse? Ko për parimin, Ti vetëm Regjia të lutem më fokuso mua. Thuaj po se thua. Flamur, të lutem. Kështu që Si se thjesht. Po vjedhin sa po i luajnë fen. Këta. Po. Shifrat janë shumë të latashme sepse është shumë progresive rritja e paras. Tani kemi një problem. Fatos Nanon, që ta solli si shembull, ju e plasët në burg sepse e konsideruat njeriu më të korruptuar në Shqipëri. Ylli. Të paktën mos dilni tani. Falë të sqaroj. Po sepse Të gjithë tyre të treve, zotrive, i kërkojnë ndjes, ju lejohet ta thonë këtë për vesh teje. pse e kanë futur unë Jo. në burg. Jo. Po. Sepse ti ke qenë Çfarë kam qenë? në atë kohë dhe e din shumë mirë që të ndjerin Po pra. e futu në burg të vetët socialistët që i prun i bën dosjen në Letash, let. Ti ke qenë ti vetë. O Flamur. Dhe ti ke qenë vetë. Po ti, fal, dhe unë dhe ti, jo fal tash. Sistemoj kush e sistemoj. Vetëm unë dhe ti kemi qenë dëshmitarë të kësaj gjëje. A të lutem shumë, vazhdojmë. Do me thënë e futën në burg socialist. Unë dhe ti kemi qenë dëshmitarë. Po kush socialist? Si që kanë bërë tani, edhe A tani. mund ta thuash? Edhe tani, dosjet njëri Po, mund tjetër ta ja bëjta, thuash? më fal, nuk ja Po ka të Nanon e futën në burg të vetës? Po, dosin ata ja prun, ata na prun. Dhe unë ti e dim. Po ja, Unë dhe ti e dalë dim. të batoni që po folet kështu Kështu që Flamur. tani do t'ju ikin dhe ato vota që keni. do vinë gjithë. Është shumë turpe. Ja ta them unë. Është shumë turpe. Bëm në 24. Po the Nanon e futën në burg të vetës? Do ta bëjmë një tjetër pas sa ditësh, do ta shohësh ti. A dikush kush do të mos e bëni, jo, se të fundit, edhe mos sonte s'klat. Jo. Po të kisha qenë Parti flas, Demokratike, flas. edhe ta kisha sjell Lasivitan për me ma udhëheq fushatin. Turp, çfarë fushate ka bëjë njeri? Asnjë. Ti japni gjithë ato lek, duke pas njerëz të cilët me kërku fuqinë e tjetër. Baton. Me kërku fuqinë e tjetër, me ia dhon kraht për me ndru pushtetin, vetëm ju e ju kështë. Të më kështë thirë mu, A di pse ta kësha bo zjedhen më të mirë. Edhe me shumë pak lek. A di pse stirim ty? Se me tirë ty është një lloj si me thirrë Edi Ramën baton. Po, normalisht. Edhe Sorosin. Normalisht. Nuk e thrasim, as Edi Ramën as Sorosin. Jo, po të më këshin Je thirë shumë mu ju kësha thonë si bëhet fushata. E këni thirë njeriu pa kontekst. Sorosin e kemi pas. Ja, prit, jo, veç pak. E këni thirë njeriu pa kontekst. Njeriu që se nje Shqipërinë, njeriu që s'di me bu fushat, dhe njeriu veç që e ka një lidhja tjetër. Fushat. Franazin e mbame? Si që mbajme? A, pra, e përzum, pra. Ne e përzum. Po Franin e përzut ju se u ankohet dhe i dërgoj Fran tjetër. A, jo, prit. Po lere mos e baton, vazhdo se... baton, unë më vjen mirë kur debatoj me ty, sepse po... ti e batoni, por unë debatoj me idetë e Ramës. Ndalohet folja lidhje folurit e s'ka batonit më teme, sepse do i bushati tani dhe pastaj tele. Se telet do në zdi... Edhe dëshpërimin, edhe nervozizmin që ka herë, e tregon, është... Unë e nervozizm. Ka me nervozizm fare. Gjithë. Po i vjen fundi, pa. Pra, me që doni, po i vjen fundi. Po i vjen fundi batonit? Vazhdojmë. Për shqitje ka batonit? Ramës, jo baton. Ramës. Po Ramës e divimu. Po Ramën duhet këtë njeri që ta qojtë të fundi ore, të vendi. Opozita do tjetë. Ajo opozitoli kilometri fundit. Te kilometri, te kilometri. Bushet? Tani unë jam dakord me atë pjesën që thuj fatalist, thuj qatë dush që as me zgjedhje nuk mundet Rama, as me ato protesta si pam gjatë shtunës. Problemi është
dhe unë nuk hyj te ata që i kërkoj opozitës llogari pse humbët në zgjedhje apo pse nuk ju dolën 500.000 veta në shesh, po vetëm shumë pak mi. Por problemi, ama kam të drejtë të kërkoj opozitës një qasje morale, sepse shpeshherë për një shoqëri dhe për një vend është edhe kur një pakicë e shëndetshme moralisht i bën mirë vendit edhe duke ndetur shumë kohë si opozitë. Dhe këtu do prek dhe pak nga ato pikat që preku Batoni. Do me thënë, dakord ti mund mos e mundësh do të Ramën, po ti mund t'jesh i moralshëm dhe i ndershëm në kritikën ndaj Edi Ramës. Dhe nga kjo opozit, unë nuk pres që kur Edi Rama i fal klientëve të vetë toka, të bëj namin me duke kritikuar, duke sharë, duke denoncuar, po kur për Kushnerin, për Grenellin, për vajzën e Trumpit, hiqet ligji zonave të mbrojtura pa pyetur asnjëri dhe opozita, ndryshe nga ç'bën e tjera, vetëm prit se këtu është aleati jon Trump, mbyll gojën, jo për e kam për Zvërnecin, jo për Sazanin, këtu për mua përbën një problem moral. Për mua përbën problem moral gjithashtu edhe votimi urgjent për bordin e paqes. Unë prisja nga opozita e këtij vendi që në fund dhe mund ta votonte mëse nuk është një mëkat i madh, po mos i shkonte me urgjencë qeres Ramës nga mbrapa, të bënte një pyetje, ore, ne jemi kandidat për Bashkimin Evropian. Pse vendet europiane po hezitojmë? Si duhet sillemi ne në këtë kontekst? Por vetëm nga kompleksi se mos prishemi me shpëtimtarin Trump, heshtet. E dyta. E treta, fjalimi Ramës në Izrael. A duhej që dikush... Di çfarë ishte? Do të thotë, ajo si vetëm diplomaci nuk ishte. Ishte një lëpirje e neveritshme. Ai atje nuk vetëm burr shtetas nuk u dërgua, do të thënë, shiko tash. Më fal. Dhe e kam nxjerr, më fal. Jo që ta mbaroj se kanë një lidhje. Diku thot jam katolik. Aty thot jam nuk është ajo rëndësishme. Nuk është shqiptarët pan çfarë neverie kanë në drejtim. Ta mbaroj Tamur. Jo, kjo ka të bëj me karakterin, me profilin, me moralin e Edi Ramës. Një opozite, para se të bëj profilin psikologjik të Ramës, mban qëndrime prej statisti. Pra, unë pas vizitës në Izrael, po t'isha në opozit, do i kërkoja kryeministrit të vendit tim. Pse tradhtove 30 vjet diplomaci, tradit diplomatike të vendi ku flitet për zgjidhje me dy shtete, dhe nuk arrite të guxosh ta flasësh. Por këtu është prap frika se ne jemi më pro-izraelit si PD se sa pro njerëz që vuajnë genocidin dhe heshtin. Këto mos shkoj pastaj ke qëndrimet fare të buta për kampet e Melonit, se edhe Melonin e kemi aleate. Këto janë ato që për mua e tradhtojnë opozitën dhe e bëjnë të besueshme që ore mbron sa kauza nuk ka standarde të ndryshme për çështje që ngjajnë. Jo, je gabim ti. Ta them unë ty. Shpresoj të jem gabim, po do ta them unë pse. Kam faj se jo. Ne nuk kemi pse nuk merremi fare për ta kritikuar Edi Ramën, sepse ajo ishte një neveri që turproi çdo burr shtetas, por ne jemi këtu për ta rrëzuar Edi Ramën. Dhe po bëjmë, nuk kemi nevojë as ta kritikojmë. Nuk e rrëzoni dot pra, ram dakord. Nuk e rrëzoni dot. Do ta rrëzojmë. Me protestë se ajo e shtuna. Po, si ajo dhe pa edhe çfarë fjalie është. Edhe pak më Baton tha, arzohet një pushtet që është mafios. Do me thonë, çfarë porosie për i qonë ti njeriu të cili e ka një shpresë të ti. Do me thonë, ti as gjuhën. Prandaj flamur. As gjuhën nuk e ndërton për fitore. Nuk e ndërton për fitore. Vazhdoj Bushati. Batoni dhe deri diku ylli deri tani po të kërkonin llogari
pse ju me Saliun, me këshu, jeni të paftë të ardhzoni. Unë ju kam amnistuar nga kjo. Unë them ju nuk e rëzoni dot dhe nuk keni faj që nuk e rëzoni dot. Se nuk rëzohen aq kollaj regjimi. Po ka dhe kjo argumenta. Shëndrimim pra. Po nuk kam nistu. Leta mbaj, baton, leta mbaj, po ka vrejtje thelpsore. E rëndësishme është me gjitha të, që edhe një pakic të qëndroj si pakic morale, edhe kur nuk rëzona. Ju kam frikën unë, prandaj dhe ashto 4 shëmbuj, që po trahtoni dhe moralin e opozitarizmit, jo vetëm fuqin për të rëzuar Rama. Tani, apo një fjali për Bushat, se je kontradiktor. Si ndërtohet një fuqi opozitare pa fuqi morali? S'ka as një mundësi. Dhe ti për me rëzu ose për me kriju një kontekst politik për rëzimin e pushtetit, mas pari du të fitosh moralisht betejen. Dhe kur nuk e fiton, ti nuk mundesh me veprim arbitrare. Desha me y në replik me ty, se replika është kjo, atë Lacivitën bën mirë që e sollën, vetëm për një gjë, për treguar që në këtë vend të kapur nga lekët e drogës, nga televizionet e krimit, ai që nxjerr Trumpin fitus, nuk mund do të Edi Rama. Ky është simboli Lacivitës. Në tashuras Muhamedi dhe Krishti këtu nuk e mundin. Por, regjimin. Të më përgjigjet flamuri mu, mos bëjmë me njëri. Tani të qaroj, pra kjo është, ne nuk jemi as për ta këshilluar, as për ta kritikuar. S'ka lidhje. Ne këtu jemi për ta rrëzuar. Ka lidhje me një moment të thjeshtë, Bushat. Nuk mund të luftosh me të njëjtat mënyra që lufton Edi Rama. Nuk e mund do ti Edi Rama. Por përderisa po thonë gjithë këto gjëra, mos u bëni kontradiktor me veten. Edhe ti, se flamuri dakord. Përderisa thoni gjithë këto gjëra për Rama, si mund ta mundesh duke i dhënë Lacivitës 6 milion, ose qofse dhe 60. Pra që nuk e mund do... E pra, pikërisht për këte po themi. Lacivita vjen, prandaj tha... Lacivita moj lekët e iku. Jo për ta mundur. Lekët e flamurit. Por si simbolik... Se dhe kuj ka firmosëm duke. Njeriu që nxjerr fitues Trumpin nuk mund do të Edi Rama. Ke gabim. Simbolika shumë e vlerë. Kam një pyetje. Lacivita ka ardhur për t'ju dhënë krah, ose e thirrin Lacivitën për mi marrë krah të ati. Mos u merrni me atë se kemi një hall tjetër këtu. Tani bëj një pyetje unë ty. Ja, përgjigje du. A është demokraci sot Shqipëria? More, përgjitë në 35 vjetë. Sa po donë mere të... Asi ditë në 35 vjetë. Ka qenë demokraci Shqipëria. Kur? Në kohë kur ka ndruar pushtetin me vot, kur ka bërë rotacion. Autokraci e plot. 35 vjetë autokraci. Jo. 35. Me metodat të ndryshme. Ka qenë me vot, Shqipëria ka qenë në 35 vjetë. Demokraci me probleme, demokraci shagosur, demokraci... Edhe mbretëri është. Edhe mbretëri mo. Jo. 2 veta. Zotri. Sali Berisha dhe Edi Rama. Po zotri. Nuk po muj me besu që pe thuket fjali. Po sigurisht, po kjo është e vërteta. Pi mbretëri. Kjo është e vërteta. Ambator. Jo. Janë ndarë pjesë, ka që Saliu ka që ty. Të lutë, demokracit me regjimet... Shfaj ka flamuri shkret, sepse demokracit... Ose ngarkojnë flamurin për gjera që s'ka lidi. Me gjithë problematikat që kanë, me gjithë defektet që kanë, që bashkëroqojnë në rrugtimin e tyre, ka një gjë në fund. Rotacionin e pranojnë dhe kontribojnë për rotacion. Rotacion e demokraci. Prit, pa detyrimisht. Vota dhe rotacioni janë 2 element kryesor të një demokracie. Tjerat pastaj janë anturazh. Lamur, 2004, a kemi qanun e tin teren 2004-ën? Po, kemi qenë. Nëse së dhëm pjesë? Po, kemi qenë. A ka pas vjedhjet vota dhe bleret votave? Ma thuj to. 2004? Po, jo. 2005? Jo. 2005 jo. Ka pas gjëra sporadike, po. Ka pas sporadike, po s'ka qenë fenomen. Ka pas mëre feud e vjedhjes, ka patur, jo fenomen. Pa krasushme me të ndonjë krazoshti tani. Ka qenë, po kanë qenë sporadike batu. Kanë qenë sporadike. Je në suaz demokracie me shumë probleme, natyrisht. Por kur qeveria lë pushtetin me vot në 2005-ën Fatosnano, në 2013-ën Sali Berisha, je brënda kuadrit i sistemi demokratik. Kur qeveria është e gjitha e kapur në përgjime, mësusët mos paraqiten punë, po patronazhojnë për Partinë Socialiste, kur na vjedhin gjithë dhënat, ku të gjithë televizionet kombëtare i shërben një njeriu të vetëm, s'ka ndodhur kurrë, as në kohë Saliut, as në kohë Nanos. Absolutisht. Ke ndryshim thelbësor, Nuk po moj me besu që pethu këto. Jo, kjo është... Së mundesh besosh të vërteta, po e vërteta është e vërteta. Tani,
Patjetër. O, baton, bëj një pyetje unë ty. A më gjen ti një njeri që shkon Të ndalojmë dhe për këtë më pjesa mund tjetër, Suel Qelen se ne i kemi këto prit mendime në të ndryshme. Elbasan? Po mbetëm këtu. Cili është ai ti gjen një njeri që shkon e merr 23.000 vota Nuk duhet në rrynë ty baton. në Elbasan. Më gjen një Atë ti. mendim ka Bushati. Fal. Edhe Më Tela gjej- ka afërsisht atë mendim. Shiko. I cili do flas tani. Po ne po pyesim flamurin, shiko. Më gjej ti. Shiko sa e thjeshtë. Që Po mund i pranojmë të gjitha këto i thua ti flamur. Se marrë më kohë, unë e Ti kam tani, kry. si- Tela. Mund të flasim? Si kilometrin e fundit që s'ka mbetur vëlla, jeni serioz në këtë pikë apo jo? Do të keni edhe 1 kilometër për këtë të kemi thirrur Jo, ne? zgjata e kilometër. Ylli, Zgjat shumë. ylli, 1 kilometër Jeshi gjatë qartë. të Bushati. ylli. Ne jemi në rrugën e vetme që i ngelet një opozitë dhe një populli për të përmbysur regjimet. Dhe për këtë të vetmi gjë që jemi të qartë tërsisht, është rruga e vetme dhe është rruga më e drejtë të zgjidhet në situata të tilla ndry pak përballë Tela, 1 minutë. regjimeve. Dhe po ta them, Jo, unë ndryra kështu. po ta them, që data ti data ikim kësaj, 24 po. Edhe mendimeve të 24, ndryshme që kemi ne. po ta them Se 24. ne ulemi me mendime plurale këtu. I ka futur Diversive. Bushati ka të vetin, unë timin, Fal. Batonit vetin, Tela tani Am pyete tash ta seroj pas Tani do shpreh. jemi në rregull, jemi në rregull. 24 i ka dridhur leqet e këmbës. Kilometri thua Do ta ti- shohësh të tjetrën tani ti. Unë me Bushatin do ta kemi shikosh të kilometri Do ta është shikosh shumë i gjatë. tjetrën ti e do të flasësh për kilometrin pastaj. Ju Dhe do prapë ndroni kur vim në emision, Ne unë- prapë kur do një vim në sekond, emision, kalon një minutë. prapë thuash do ta Tela. shohësh këtë tjetrën, e Po, këtë Unë me tjetrën. Bushatin kemi Po, po. idenë që ju kilometrin do ta bëni 2 milion metra. O Ylli, Jo 1.000 metra. unë kur kam ardhur këtu ke ti, unë e di cila është politika redaksionale këtu. Që e urdhëron Endrimeksi që unë ta bëj. Domethënë, unë e kam të qartë. Por unë kam ardhur, Domethënë djali ish kryeministri tuaj. unë kam ardhur Ka drejtuar vendin. Unë nuk ta përmenda njëri. Po kë? Unë jam unë mleta më Politika detyriale e kujt? Imja apo e televizionit? televizionit. Po jene vetë ti. Po. Nuk e çan fare. Prit. Pritë të marrë. Por unë kam ardhur këtu t'ju flas qytetarëve. va. Dhe t'ju them qytetarëve që ju njihni njohet pa kufishme për atë mbështetje që dhat në 2 protestat. Shumë shpejt, madje mundet nesër të njoftojmë datën, do t'i shkurtojmë ditët. Rrugë tjetër për Ore, do ta- ditët e ore, Tiranës, pranuam s'ka. këtë. Fal. Ai doli të nesërmen e datës 24 duke u dridhur dhe artikuloi U dridhur. në panik. Ja këtë duke u dridhur. Artikuloi në panik, po, në panik. Do të thotë ky tregues do të thotë që rruga jonë është e vetmja. Ndaj E vetëm ja thoni ju. e vetmja. Tela. Dhe në rast se dikush prej jush më gjen një rrugë për të mundur e larg korrigjimet ose regjimet, përveç se kësaj forme, më thoni, unë po ja u them prap. Edi Rama në korrigjimet nuk e mund dot bëj Krishtin e Muhamedit. Jo pse ne do gjenim një rrugë. Por e të bëj pyetje unë. A të themi- A është bërë shteti, a është bërë shteti me pushtetin 1 për të manipuluar Ka votën? mundsi. Jo pyetje, ma thoni ju. Rezoluta, Osebeo Diri e tha këto, gjithë ato që po them unë? Nobody care about. Jo, nobody care, ë? Oh. Se këtë thotë Edi Rama. Jo, Sa për unë te po di? thëmë që nuk kot e thuat fjali, Jo, jo, nuk i unë në vesh. Jo, ki ka bim. Bindi njerëzit. Si të bin njerëzit? Çka do? Ta them unë ty, Ti- njerëzit, ja ta them unë ty. Bëj zgjedhjet lira sot, Ai. Edi Rama dështon, nuk fiton kur. Ik. Po jo, ta them unë. Edhe pse dua qeverinë teknike? Se kur qeveria teknike të vi i dashur, Po. baton, ky Sueli nuk do të ketë më mbështetje Edi Ramën kur ajer. do rritet dy vesh. Prit jo, ta them Ai unë. që ka Dhe ndërtuar do rritet vjetër, dy do t'japi vesh. qeverinë Ato teknike, patronazhistët nuk ta jep, mo. Do ta marrë, do të merret, por nuk e kërkojmë. Nuk do jap, do ta merret. Po si do ta Dhe në rrugë. Do më thonë, ne sot kemi artikuluar një gjë. Edi Rama, sa gjatë të rinat karike, vetëm po destabilizon Shqipërinë. Ne jemi në rrugë për të kthyer Shqipërisë stabilitetin. Dhe ne nuk tërhiqemi aty derisa Shqipëria të ketë zgjidhje politike si rruga e vetme për ta kthyer në stabilitet. Dhe narkoshtetet janë destabilitet. Mos dëgjoj Batonin. Se Batoni ha me lugën e Edi Ramës. Dëgjoni qytetarët. këtu vetëm ki Destabiliteti është destabiliteti. Nuk ka destabilitet më të madh për një shoqëri se ta Flamur. kthesh shoqërinë në narkoshtet. Damur, ki kujdes për lugën. Kjo është. Për mendimin edhe luga Kjo janë është. dy koncepte këtë ndryshë. Tani, Luga diku Zotë Tela, Unë nuk hanë në se lugë mos ka na ik skujt. ty se tha do ikin kafe, o zot. As të kush. Tani, Se unë e më kam jap mu me propozuar një luga ekip zë. për t'ikur në kafe unë dhe ta linja të tani shiko. Po Ati Tela, pra. japim leje Yllit dhe Batonit dalin kafe, të bëjmë pak bisedë ne. Doni?
Po mos ju akuzon. E kisha llafin avokatëve të narkosit, të largon 2 avokatë të narkosit, pini kafe dhe pastaj të bëjmë bisedë më konstruktive në të Unë s'kam provuar në njëherë shpejt. S'ke provu kur ti, s'ke për ta provu. Po, pra. Se si nuk je avokat je pak. Pa i nuk të tha përdorus. Se s'tash përdoru, thash avokat. Avokati nuk e provo. Shtet narko dhe bëni gabim që e thoni. Shtet tërësisht narko shtet. Prisni vendin. Dhe ja ta them unë pse? Ja ta them unë pse? Shiko, nuk e themi vetëm ne tani. Tani e thon kam, gjithë e mediat disa ndërkombëtare. kursore disa Tani ta thot Parlamenti Evropian, tani ta kanë thon 7 Parlamenti rezoluta. Evropian, Po, kur e thamë? 7 rezoluta. Ore, se na 7 rezoluta. Jetë rezoluta, ato që bëni ju me shoqata Po Parlamenti Evropian Partia Djathta ka. E pra, Po e ka. Të gjitha 7 rezoluta e cilësojnë narkoshtet. Mund të dalësh dhe të sheshet e cilësojnë që në Shqipëri shteti është bërë njështë Ja kështu ndihmon e dramën ti që të mos ik. Jo, i duke bërë E shpëton e dramën. Ti dhe Batoni duke bërë luftë për të ndihmuar, unë jam duke bërë luftë për të arzuar dhe kam për të arzuar. Rrëshiqet, pavarësisht se ju e mbroni. E kuptoj, ju më kuptoj unë. Ti jemi sinqert, ju më kuptoj. Po pse ç'a na Hallet e vogla, hallet e bëjë sa gjëra. kemi halle me Sa dramën. gjëra aty. Po jo personalisht ti, po janë kështu sa gjëra. Edhe Batoni. Batoni punë vetë dhe unë. Batoni ka alat prej Halle keni ju më e. Batoni ka alat prej kohë. Ne jemi shumë mirë. Prej kosh vendin alat. ku punojmë, një minutë. Alat Vendin prej ku kosh. jemi, ku punojmë, jemi shumë mirë. Ju dilni dhe bëni, na cilësoni ne çfarë jemi. Po sigurisht. keni këtë detyrë, mo, ju keni detyrë të Ju më kam edhe rrezoni këtë dramën. detyrë, di pse kam këtë detyrë. Keni detyrë të rrezoni e Jo, dramën, po që me të- nder po ja hani mutin deri tani. Jo, atë, më fal, po Po çfarë, ju duhet të rrezoni e dramën, ju vini sulmoni njerëzit. Për shkak të moshës du të ta kthejmë. Jo, mirë, futja portës, futja portës. Prit, po themi gjë da. Ore, duhet të rrezosh e dramën. Jeni kthyer. Jo, Batonin. Tam i Edi Ramës. Batonin ta kanë thirrur me këtë emision. për të pyesur. Batoni dhe 10 emisione të tjera që paguhen nga narkosi dhe nga korrupsioni. Kjo është e vërteta. Paguhen nga narkosi. Prit. Sa marrën nga narkosi flamura, bën ta... Ta mbaroj. Aja futë çmimin Batonit sa merr nga narkosi. Ma jap Çmim, shiko, unë i përkas njerëzve të lirë që as shitem as blem, as nuk veç çmime. Shitet, blehet dhe shit dhe blen dhe veç çmime vetëm Edi Rama. Do të them Dhe ju ka vënë edhe disa diplomatëve. Kam një etik. Unë nuk i di çmimet. Prit. Kam një etik. Do të them unë Një blerjet sekond, tuaja një sekond tash. nga Ta them unë. Do t'i them blerjet. Ta them unë ty. Prit, ta them unë. Ta them unë. Jo, po të them dhe unë. Veç më hy, prit. Se do të them dhe unë gjëra shumë të tmerrshme. Unë pse flas këto? Sepse i dashur ylli. Do të them gjëra shumë të tmerrshme, prit, pastaj ta po marr. lere këtë bisedë e narkos. Jo, se lë. Se do të dalë shumë keq. S'ka gjë, se lë. dëgjojmë- Tani ka një gjë. Jo vllajin. Jo. Se do të dalë shumë keq. Jo, Merë. do të themi gjon. Ku është gjithë historia? Ylli. Unë Ati thëm flamurit një dal në çdo ekran për t'ju thënë shqiptarëve. për pagesën. Që ka në për ekrane njerëz të Ti thon cilët për pagesë. paguhen nga pushteti për ta bërë zezën të bardhë dhe të bardhën të zezë. 2 vjet. Dhe unë nuk mund të rri po ja u thënë. Flamur. Ka emisione apo ka televizione të cilët Flamur. nuk shohin kur të keqen tek kalbëzimi që i ka shkaktuar shtetit dhe marrja penge shtetit nga droga Flamur. dhe kartelet, po e shohin tek opozita. Dhe këta janë emisione dhe apo televizione që paguhen nga Edi Rama dhe ka edhe portale madje edhe gazetar që paguhen nga kartelet direkt Flamur. për të sulmuar opozitën. Ejtë në rregull kjo. Nuk jenë në rastin konkret. Jo. Po tregoj çfarë do. Flamur. Prit. Një pyetje. Apo dy A tregoj. merret Dhe unë kjo s'më shkelzeni me ndalon të drogë? shkoj kudo. Shkelzen Berisha merret me drogë? 2 vjet e gjysmë ku marr pagë prej syrit. 2 vjet e gjys. Po. Batoni. Nuk është lek. shiko. Kujna janë ato? Jo, janë të syrit. Në emision? Janë të syrit. Faleminderit. Janë shkëzim Berishës. A janë syrit? Syrit, nëse të ka dhonë syri, janë syrit, por nuk e punë. A, mirë, veç tash. Ja, tani shiko. Jo, vetëm tash. Jo. Baton. Unë jetoj për punës tem. Baton. Unë jetoj për punës tem. Po, punë është edhe kjo. Për men fjallën narko. Punë është edhe kjo ti shërbesh regjimit, narko-regjimit. Ajo është Punë është. çështërimi. Ajo çështërimi. Punë është. Dhe je krye fut në shërbim të narko-regjimit. E kupton ti? Je nga të rrallët njerëz, Baton, që thua fajin e ka Saliu, ndërsa shpopullimin e bërë Rama. Fajin e ka Saliu, tendrat 100 miliona euro i vjedh Rama. Fajin e ka Saliu, se Edi Rama ka ngrit narkoshtetin. Je ti, askush tjetër. Po. Sepse ti këtë sapo e artikulove. Ndaj po ju them unë. Ti sapo e artikulove. Cilën? Këtë gjë sapo. Cilën? Këtë. Cilën? Dhe të ka ngelur, unë e di që ke smundet vjetër të ka ngelur fajin e ka Saliu. Ku e ka? Kjo mërë zotin, Ku më kanë dëgju mua? Sot shqiptarët kanë një armik, shefin tënd. E kanë armik të betuar
dhe po të them ka shkuar pika që është armiku i përjetshëm i shqiptarëve. Vasor Çubillović nuk ka qenë kaq armik sa që është ky për shqiptarët. Këtë baton. Dhe e di që dje këty, dhe unë jo pa qëllimi përmend Vasor Çubillović. Se fiton ato. Unë jo pa qëllimi përmend Vasor Çubillović. Se bën agenti. Tani kjo është historia. Agent serb direkt. Kjo është çështja. Pra, Kjo Iva Andrićin ka qenë, po Iva Andrićin mund ta kesh lexuar, shkrimtarësh. Je i vetmi që nuk ta nxe goja të thuash që në Shqipëri ka narkoshtet. Se unë s'menoj që ka narkoshtet. Sepse ka, se e thonë gjithë, po. Por unë nuk pres nga asnjë që i shërben narkoshtetit që ta pranoj se në Shqipëri ka narkoshtet. Por gjithë njerëzit normal, gjithë ndërkombëtarët tashmë, se dje edhe ishte herezi thoshin, kur i thoshin Sali Berisha apo unë apo një tjetër, thoshin nuk e beson kush. Ore po e quajmë ambasador. Jemi okay. Ama sot të gjithë thonë narkoshtet. Jemi okay. Dhe prit. Jemi okay. Dhe tani ka vetëm një gjë. Tani ka një problem të vetëm një rrugë, është kjo rruga që kemi ndjekur ne. Jemi okay. Po. Flamur me gjitha gjërat që thua. Po. Ka një problem. Nëse Edi Rama është në atë gjendje që thoni ju, dhe ka shkuar atje, edhe i vdekuri ka nevojë për dikë që ta çojë në Varrez. Jeni ju të gjallë që ta çoni. Të kilometrin e fundit. Të kilometrin e bënin dot ju. Po. Fakti që kemi thënë do të thotë që jemi në atë rrugtim për ta bërë. Dakor? A mundet Tela. Zoti Tela, ndjes, ë? Kam filluar njerëzit fletë 11-20 orë. Popullata edhe fletani se vetë ora, po. Ndodh. Flamur. Ti përmendet gjitha dhe këtu nëpër studio pak a shumë të njëjtat gjëra themi dhe ne një pjesë e gazetarëve. Pra ka qenë qeveri e kanabisit e para, tash është bërë qeveri e kokainës. Ka qenë qeveri e tenderave, është bërë qeveri e vjedhjeve masive, akuzohesh në një drejtorie, akuzohet është i zëvendësoj kryeministria. Pra, gjërat këtu sa kanë ardhur dhe janë avarguar. Janë trashur. Keni bë protesta edhe në 2017 dhe në 2019, protesta të kësaj natyre ndoshta edhe më të ashpra dhe rezultati ka qenë i njëjtë. Këto mandatet e PS-s nga 74 shkon 83. Dhe jam shumë dakord që ndodh sepse jemi në një sistem autokratik të pastër. Dakor? Por në momentin që ju filloni dhe e denonconi Ramaduro, narkoshteti, bëhen protestat filmohen, jepen nga mediat huaja bëjnë shkrime për protestat, dhe prej gati një viti është ngritur gjithë, është karikuar opinioni publik, që tani Edi Rama nuk i ka më punë të mirë me Amerikën, me Trumpin, 7 rezolutat, do e pësoj nga ndërkombëtarët, dhe kur vjen puna në parlament, ju votoni bordin e paqes, duke dalur në parlament dhe duke thonë kjo është shkelje e pastër e kushtetutës, sepse ai bordi i paqes duhet të rrinte një 7 ditë atje, pastaj të votojë. E thoni me zërin plot dhe shkoni e votoni. E thoni me zërin plot që nuk duhet kishte emrin Edi Ramës, shkoni e votoni, të kompleksuar se atje do thonë këta të PD-s që janë krahun ton na votuan kundër. Shkon Edi Rama në Izrael dhe pak më parë, pjesa më e madhe e deputetëve të Partisë Demokratike dalin foto me ambasadorin e Izraelit, me njerëz të dërguar nga Izraeli në mbështetje të kauzës Izraelit, pa thënë gjysmë fjale për viktimat civile në Palestinë. Dhe mbasi mbaron gjithë kjo histori, thoni ky është kilometri i fundit i qeverisë. Dhe për këtë do jenë qytetarët protagonistë për të rrëzuar. Tani nëse këtu ka ikur gjysma e popullsisë, 1 milion banorët që thua, prej këtij regjimi. Nëse të protestat e Adriatik Lapajt ka 2 muaj atje, nuk shkojnë as 5 veta, as 10 veta, sepse s'ka njerëz dhe kanë frikë. Teta Gronshet shkojnë 20 veta. Protestën tuaj më të fundit ishin mira veta, dolën. Por pa e ditur një protestë të dytë kur do ndodhi dhe duke karikuar opinionin që do ketë qeveri teknike, mund t'i vini edhe jemi në qeveri tranzitore asaj, se qeveri teknike, po qeveri tranzitore ka më tepër sens. Ka rëndësi emri, ne drejt kësaj po shkojmë. Po kur nuk ka njerëz, kur nuk ka qëndrueshmëri, kur thuhet kilometri i fundit, por nuk e dim se kur ndodh kjo pjesa tjetër, atëherë si mund të karikohen njerëzit dhe të dalin, kur nuk e din fundin. Pra, do jenë ndërkombëtarët që do erëzojnë, apo do jenë qytetarët këtu që do erëzojnë? Falenderoj. Dhe tjetra, në rast se ju thoni që ne nuk marrim më pjesë, nuk bashkohemi me këtë majorancën për komisione territoriale apo zgjedhore, dhe e buni të qartë këtë fakt, sot që u kërcënuan dhe ju thanë që mos hajdeni se do e bëjmë vetë,
i thoni që këtu jemi ne, nuk kemi X, kemi refuzu, do jemi pjesë e komisioneve. Këtu qëndrime kontradiktore, vën pozit edhe ata njerëz që do duan të mbështesin. Tani, të falenderoj. Dhe e fundit fare, për te këtyre asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës. Asnjë ambasador i huaj, asnjë personalitet i huaj nuk shkel në selin e Partisë Demokratike. Edhe në rast se vjen dikush për bë takime, shkon i bën te kryesia e kuvendit me kryetarin e grupit parlamentar. Edhe ky është një handikap për të shënuar i Partisë Demokratike. E kuptova, Tela, tani të sqaroj gjë. Ne kemi qenë dhe jemi të qartë për një gjë. Asnjë ndërkombëtar nuk e largon asnjë qeveri në Shqipëri përveç se qytetarët e vendit vet. Shqiptarët. Po, ndërkombëtarët kanë ndikuar për ta izoluar dhe i dikuar Edi Ramën. Dhe sot, pavarësisht çfarë thuhet, ai është i izoluar. Sepse është i etiketuar si krijuesi një narkoshteti, është i etiketuar si kleptokrat dhe drejtues i një kleptokracie, dhe këto dihen. Janë të thënë atës thënë edhe në media edhe nga ndërkombëtarët. Por ne kur nuk e kemi thënë këto që ndërkombëtarët do të argëzojnë. Është spinuar e përsëris në banaqet e mediave të pushtetit, nga analistë dhe banalistë që paguhen nga pushteti, që do të vi kjo, do bëhet kjo, për të krijuar përshtjellime tek njerëzit. Jo, ne kemi thënë këtë. Drejtësia ka punën e vet, ndërkombëtarët e kanë izoluar, por shqiptarët do të arrëzojnë dhe vetëm shqiptarët do të arrëzojnë. Një sekund, vetëm se s'dua t'ju ndërpres, po se s'dua t'ju midisjush, po vetëm një politika flet dhe me simbole. Ju mblidheni çdo të hënë para kryeministrisë dhe Ramën e vishni me kostumin e Maduros dhe i vini edhe ato. Çfarë do të thotë kjo? Simbolika është, kjo do e rëmbejt Trumpi si që rëmbeu Maduro. Simbolika e ke interpretuar gabim të lutem. Pse? Tashi ne dim një gjë. Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe në një vend antar të NATO-s, askush mos pres që të ndodhin ajo që. Por ne e kemi veshur ashtu me një qëllim, ka një simbolik tjetër ajo. Që Maduro ndërtoi narkoshtet dhe rëmbyen, jo, Edi Rama ose Rama Duro ndërtoi narkoshtet në mes të Europës. Shkelja e syrit që nën kuptoni për njerëzit. Jo. Të heqin qafë amerikanët. Jo, zotri, jo. Ka drejt Tela. Jo, asë kemi thënë, unë po e them, tashi unë po e them ti thu, a ti marrë fotografi? A përfaqëson ti PD-n dhe Tela, a unë? Unë po e them me gojën ti me trosh. Atë ju lutem. Unë qëndrimin e PD-s e përfaqësojmë ne, jo ju. Ju tash flisin emër të PD-s dhe unë duhet flas në emër dikujt tjetër. Jo. Po ama ne dim ti interpretojmë sinjalet që të shonë PD-ja. Unë nuk e nevojë të interpretojnë, se unë po ta them troç. Dakor. Rama Duro në Shqipëri ka ngritur të njëjtin shtet kleptokrat si Maduro, të njëjtin narkoshtet si Maduro. Shkruajnë që flamuri thotë e ka spionuar në media, po në fakt e ke thënë ti këtë që tani e ka radhën në Rama. Pas Rama Duro se ke thënë ti. Po e kemi nxirë ta shikoj flamuri, se mos e ka haruar. Pas Maduros do të rrëzojmë Rama Duro e rrëzojmë ne. Jo të rrëzojmë të ujtë. Harroje kur, harroje. Fabulon. Harroje. E gjitha është spinuar nga mediat e pushtetit dhe analistët e pushtetit për të... Shiko, Dionit. Nuk ka mundësi që mediat e pushtetit të artikulojnë që Trumpi do i bëj dhuratë opozitës rrëzimin e... Mediat dhe analistë pushtetit që nëzorën një banalist apo banaliste, e nëzorën për të thonë që me Izet, kur do vite Ivanka, do shkoja ti me avokat, prit, ta themundit. Se duhet frysh një detaj banal. Ta themund. Pra, qëfar, Batoni e di mirë shumë këtë, po jo së qarë edhe ju, që besoj edhe ju do të dini, po ja kujtoj. Ka patur një strategjist për PR-in Edi Rama, që quaj Alister Campbell. Qëfar bënde? Mjeshtër i dizinformimit.
spinon të kështu, me disa, që shiko se do të ndodhë kjo, dhe kur vita fati që dhe, për t'ja këthyrë kundër atyre që rrisin për shmërin qytetarë. Prit. Tani kjo gjë, prit, kjo. Kjo pjesa tash. Prit. Të lutem. Zotri. Po sepse e thash unë dhe pastaj duket sikur unë kam spinuar një gjë kundra unë po them çfarë është. Jo, pra jo. Ky fabula që dhurata pritet vi nga jashtë. Jo. S'ka Është ekzistuar kur. spinuar nga njerëz të PD-s. Kur. Tash po them unë, Sali Berisha. Fal. Ti sapo e the apo drejtues të partisë kur. Po sapo e the që Edi Rama është i ftohtë, është ndërkombëtar, nuk e duan, është i ngrirë. Pa diskutim. Po mirë pra, po çfarë do të thonë kjo? Do të thotë që më në fund, pas kaq kohësh, pyetjet e Edi Ramës që shkon atje, ai kalon atje, nuk po ato që kemi thënë ne i sot po i thonë edhe ndërkombëtarët, që këtu ka narkoshtet, që këtu ka kleptokraci dhe kjo është qeveri kleptokrate, më fal. Kjo është, ta marrim. Pra edhe ka një ftohje, unë e them prap, ka një izolim. Po ta them prapë këtë. Tani, por absolutisht çdo ditë, gjithkund, në media, në takime me qytetarët, jemi thënë, është radha jonë, është radha qytetarëve, është radha shqiptarëve. Ky është era Maduro, sepse ky është një lloj si Maduro, por është radha e shqiptarëve. Këto janë dhe këtë mos u mundoni të spinoni të paqëna, gjërat pa thëna dhe të paqëna në gojën tonë. Kjo ka qenë dhe kjo do t'jetë. Dhe po ju them unë, kjo rrugë është rruga e vetme. Më thoni ju... Kjo ka qenë në rrugët e në 2019. Ja, për këtë e kisha. Po. Ta veshësh Ramën si Maduron e kapur nga forca e Deas. Do me thënë që ky, jo po është Rama këtu, ky do ketë të njëjtin fat nga Trumpi, si që pati dhe Maduro. Ky është mesazhi që lëshohet njerëzve. Tani, Andi, me keqardhe dhe ju them, a e ndoqët, një me keqardhe dhe ju them, a e ndoqët pas arrestimit pas rëmbimit të Maduros, Sali Berisha, po të ky vënd, ka thënë, atje e rëmbeu presidenti Trump me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtu do të rëmbejnë dhe të forca shqiptare, e popullit. Pra kaq është thënë trosh dhe qartë, dhe po them unë, ajo është simbolik për të treguar që ky do ikë dhe do përfundoj burg. Po do ikë nga Amerikanët. Jo, nga jo, Po famor, ja ku e këtë shi. Një ushkur në duar, ama në qonë fort atë. Edi Rama Duro, ama në qonë për para. Ato e morën me helikopter. Me ushkur në duar vetë. Krasimi, pra, krasimi. Krasimi, po. A i iku, po dhe këtë do ikë. Se hoqi populli atje. A i iku dhe këtë do ikë. Po, pra, po nuk e hoqi populli atje. Jo, pra ti... Dhe atje opozita i fitoj zgjedhjet. Leri këto. A i iku, këtë do ikë. A i iku, këtë do ikë. A i iku, këtë do ikë. Shiko. Atje në Venezuel, opozita i fitoj zgjedhjet, Flamur. Dhe ja vodhi kë. Si ja quajti, ky personi. Po pra. Edhe këtu, u vodhën zgjedhjet dhe nuk u la. I njësoj, e njëta gjë. E njëta gjë. Edhe këtu. Edhe këtu, e njëta gjë. Po, atë e morën, ma. E morën dhe... Po, sepse nuk është vënd... O, ti zotria, jeni metro ti apo jo? Ti thua, vika dikush në vënd antar të NATO-s të ndryka kështu. Jeni metro? Jo, pra. O, zotri, do t'a bëj shqiptarët e kemi thënë dhe ne, leri këto, mos u mundoni tani. Po, në qofë se thua... Qa është kjo? Kacavjeri për të mbrojt Edi Ramën. Qofë se thua që E gjitha kjo që po bëni këtu, është kacavjeri për të mbrojt Edi Ramën. E gjitha kjo që po bëni, është kacavjerje për të mbrojt Edi Ramën. Kalove dhe këta dy? Po, Edi Rama dorëzohet nga qytetarë shqiptarë dhe nga askush tjetër. Mos bëri debatit. Nga vota dorëzohet. Nga vota. Jo, me vot nuk rëzohet asnjë regjim. Regjimet rëzohen me revolt, po jo me vot. Si jo me vot? Nuk ka regjim që rëzohet me vot. Me vot, thot dhe kryetari i partisë. Jo, pushtet do vi me vot, po jo rëzoj me vot. Po me vot rëzoj. Jo, ke gabim. Rëzim që në pushtet. Jo, të shikoni këtu. Pritni. Po, kjo është e vërtetë. Pritni. Nuk rëzohet me vot, po ne nuk vim kur në pushtet pa vot. Vetëm me vot. Pra, do rëzohet dhe do t'i hapet rrugë një zgjidhje politike. Vetëm shumë protest popullore. Me gjitha format e protestës. Të gjitha format e protestës. Ja të pyes me gje këtu. Si ajo që keni parë, po. Tani, me gjithë pushtetin që ka akumuluar Edi Rama, pa diskutim, e vetëmja mënyrë për të përmbysur do të ishte një bashkim i madh i forcave opozitare. Por ata nuk bashkohen me ju. Partitë e reja, për shembull, nuk bashkohen, nuk vjen turp të quhet sikur janë me ju, sepse bëhen piston, po të themi që jemi me PD-n. Ju si e shihni këtë gjë? Tani,
Si besi. Neve, si... Ata nuk duan të na bëjnë pista dhe nuk afrohemi. Edhe Qori dhe ky Agroni dhe Lapaj. Këta që janë. Dhe Qori është një marksist, cili ne se kemi ftuar asnjëherë në koalicion me ne, sepse jemi tërësisht të ndarë me të. Është marksist. Dy të tjerë... Marksit vetëm thua tja, po. Leninist, po ta ndryshoj pak. Si Leninist do me thënë nuk e pranoni. Po. Tani, por që duhet të kontribojnë në opozit, në rrasë se ndjetë opozitar, se edhe ai pse është majtist, marksist, ai nuk pranon kleptokracinë, dhe nuk pranon akoshtetin, edhe prandaj ai është shumë mirë në pozicionin e tij. Por do të themi gjë. Neve, se kam qenë edhe herë tjera këtu këti, po ne që kemi ikur nga ju dhe ja japim këti, nuk japim vot për ju, po ja japim këti, mos kemi kaluar dhe ne marksista. Juve që ja jepni këti, ja u thashun, keni lëpirë në gjë diku, po s'po hymë thellë. Po Qori no? Po thuje se di Keni ndihmon. lëpirë diku, s'po hymë thellë. Po në ndihmon më burë, po Keni Qori... lëpirë diku, po hajde. Lëpirë Qori ku ka Qori... Jo të Qori, jo se s'ja keni thënë Qori, ja jepni këti Qorit që sa po e treguat këtu. Jo, mor jo, ja kam po. familjarisht, ja mor po. Ja ta them tani se të ditë të detyron. Të detyroj? Po. Justifikoj, bravo. Shumë mirë justifikoj. Ky ja ka dhenë këtu në studio. Ja ka dhenë në studio publikisht, mo ky. Po unë do të... A di pse ky? Po mirë, unë atëherë do të thres Flamur, kur të votoj, Flamur hajde shiko votën. Jo, a di pse ky? Po. Sepse ky ka qenë i majtë gjithë jetën e tij. Për këtë shkako? S'ka ndryshuar kur, pavarësisht ky nuk komportohet. Që e ka bërë dhe ky mu? Ky nuk komportohet dhe nuk shitet e zblihet. Ky ka qëndruar të majtës dhe ky për sa kohë si i majtë që është. Unë e përshëndes pa fund pse, sepse ka qenë konsistent në qëndrimet e tij historikisht. Ideja që të sulmosh ata që të pyesin e shumë e gabuar. Prit ta marrë. Me nder lesh do merrni në këtë. Në çdo votim. Shiko, lesh po sulmove ata që unë po të pyes dhe po të them, Qorin e bëre marksist. Agroni marksist është. Ta mbaroj. Ne do marr për marr pushtetin, lesh do t'i merrni ju. Ne do luftojmë për të marrë pushtetin. Unë s'marr pushtetin. Ashtu, prit. Unë s'do pushtetin. Të ta sqaroj, po më le ta sqaroj. Am pyete. Unë s'jam pushtetin. Am pyete. U punoj diku tjetër. Am pyete. Punoj në media. Am pyete. Durota. Flamur, të lutem. Jo, mos nuk i ndan dot gjërat. Me që i bashkoni dhe media, i keni bërë bashkë. Bashkë. Edhe politikën dhe... ju. Nuk është asnjëri bashkë. O zotri, këtu ti heq tavën kur viu në emision, sa i ki unë ve tava, o zotri. Si tava? Tava që jo ve Rama. A e kuptoni apo jo? Këtu ti dhe të shumë të tjerë. I ki unë, tak tava këtu, sa vi unë këtu, heqe tava. Kjo është e vërteta, shqiptarët do ja u themin, e pse mos ja u themi? Tash do t'i mashtrojmë ne shqiptarët. Unë nuk jam këtu për të mashtruar shqiptarët. Kryer në një vizitë mjekësore. Prit. Për pjesën lartë se ti je doktor. Po dush të ta bëj një vizitë tani. Nuk duhet ta kryesh për trupin se ty s'ke dhimbje jetën. Jo, ta sqaroj unë ty. Me përjashtim të kokës. Ta sqaroj unë ty. Të pjesë lartë. Ta sqaroj unë ty. A ke kryer në një vizitë? A deshem ta sqaroj, Sqaroj, po. Si doktor. Po. Ke kryer në një vizitë lartë? Tani ylli, ti ke shkuar në Itali për vizita se s'duhet. Po, unë kam operuar. Po bëj ca vizita, ke nevojë për të vizituar. Jo, kam bërë ndryrje. Jo për ndryrje, për të vizituar. Për të vizituar lart edhe. Çfarë? Po, tash më dëgjoj. A më bëre një pyetje? Një minutë. A më bëre një pyetje për Agroshe? Po pse dhe kjo s'duhet vetet. A më bëre një pyetje? Nuk duhet vetet vizitojmë. Po që nge fare ta. Je vizituar, më shko vizito po them. Nga kush mo? Shkuar atje? Ngua. Po. Ku kam vajtur? Po të vizito, ku di unë ku shkuar Po ti? të pyes ty a ke vajtur? Po ti e di ore, shko vizito. Shko vizito, më dëgjoj mua, mirë. Mirë, do shkoj. Më dëgjoj tani, atëherë, më dëgjoj një sekond tani. Do ta marr këtë këshill. Shko, merre. Tani më dëgjoj vetëm një sekond. A më pyete për Agronsheja dhe për pyete. Dhe s'po përgjigjesh. Po. I kemi ftuar dhe do t'i ftojmë. Dhe nuk vinë thonë. Dhe do t'i them. Se na bën pis. Prit. Flamuri na bën pis. Po ta them unë ti. Po. Ta them unë. Po. Flamuri thonë na bën pis. Ata thonë. Na nxin. Shumë mirë. Shumë mirë. Tani detyra jon është o të nxin Flamuri, o të nxin Rama, të zgjedhin. Kjo është shumë e thjeshtë. Marrin Ramën thonë. Kjo është shumë e thjeshtë. Agroni. Dy rrugë ka çdo kushtu. O të nxi, në rast se mendojnë se i zbardh Rama, unë vjen keq. Ne jemi në opozit, ne jemi në betejë, jemi në luftë me regjimin. Ju që nxiheni nga opozita, është puna juaj. Ju zbardh regjimin. Po ata tani kanë detyrë të zgjedhin punën e tyre të zgjedhin. Ne kemi një gjë. Ne rrim me derën hapur, ne rrim me dorën shtrirë për të ardhur. Për të ardhur çdo kush prej tyre. Është ngritur një forum i cili po përpiqet për të ndërmjetësuar, jemi tërësisht hapur dhe kemi përshëndetur, pse qëllimi ynë nuk është që të mund të kemi divergjenca pafund me njëri tjetrin. Gjithë forcat politike të opozitës. Mund të kemi edhe mosmarrveshje, mund të kemi edhe qasje të ndryshme, por një gjë duhet të jemi bashkë. Ne themi,
në qëllimin për të rëzuar narkorigjimin dhe për t'i dhënë Shqipërisë një zgjidhje politike që të shpëtoj se ky vend po shkon rrokopuj. Dhe ne për këtë pranojmë çdo kritik, por rrim me derë hapur dhe me dorën shtrirë. Kjo Tani qëndrimi për spakun flamur, keni atë që kishit apo ka ndryshime? Neve për spakun, po, ne kemi uruar gjithmonë që t'jetë spak dhe jo skap. Në kohën e Altin Dumanit ka qenë skap i partisë. Tani urojmë që të kthehet në spak dhe në kushte normale, në çdo vend ku drejtësia nuk është e kapur, drejtësia bëhet aleate indirekt me opozitën për të luftuar pushtetin, sepse pushteti korrupton, pushteti inkriminon dhe pushteti ka problematika. Vetëm në kohën e Edi Ramës, drejtësia u bë me Edi Ramën për të luftuar opozitën. Tani, në kohën e Altin Dumanit, po e përsëris, Altin Dumani, prokuror mirëfilli politik dhe absolutisht asgjë tjetër. Tani, ne shpresojmë që nga skap të kthehet në spak dhe të vazhdoj detyrën. Tani që qeveria po i del për momentin kundër spakut. Nuk e shfrytëzoni dot që të bëni të kundërtën dhe ju? E kam thënë unë, e kemi thënë ne nuk do ulemi me Edi Ramën për të goditur drejtësinë apo për çdo tratativë tjetër. Se ai do kërkojë mekanizma ligjor për ta tredhur spakun, si thua, ju nuk do bashkoheni? Jo. E sigurt? Po. Po jo, edhe kjo ideja që spaku i Dumanit e kishte problemin është shumë simpliste. Pra, duket... Simpliste po është e vërtet. Duket sikur, pas ka qenë një gjë që nuk është në dorë të regjimit, nuk është instrument i regjimit, po varet nga njeri. Dhe një tjetër që s'është i keq, po është si Dumani i keq, po bëhet i mirë, spaku mund të bëhet i mirë. Në qoftë se jemi në regjim, s'ka shanse për të pasur spak të mirë, gjykat kushtetuese të mirë, GKK të mirë. Qoftë se jemi në demokraci, mund të varet që nga Dumani apo... Jo, po se spaku të është komandohet nga Amerikanët. Jo, një sekundë, ju shërë gjohën. Jo, shërë unë ju. Që drejtësia, fytyra e drejtësisë, Altin Dumani dhe Irena Gjoka, ka qenë faqe zezë. Prit. Dhe vazhdon tjetë pojësoj. Prit. Por ne kemi detyrë si opozitë e vendit që të mos paragjykojmë drejtimin e ri, sepse para a priori të shpresojmë që të vazhdojmë. Prit. Ore mund ta kesh dhe hall personal. Prit. Të sresin ty nesër. Ama një gjë po them. Dhe këtu bashkon votat me Ramën dhe shfuton. Altin Dumanin ka qenë skap. Ndërsa shpresojmë që të mos vazhdoj kështu. Kaq po ju them unë. Ndërsa GKK-ja me Irena Gjokën është absolutisht Edi Ramë dhe nuk e. Ka turp më të madh. Turp më të madh se të rri ajo të përfaqësoj të jetë simboli drejtësisë Irena Gjokën. Është varrosje drejtësisë. Dakord jam, dakord. Ose trinj, i dënuar, falsifikatore, mashtrues, edhe ti do të e vet ty simbolin drejtësisë, ti ke vrarë drejtësinë vetëm. Ti absolutisht turp i madh. Tani kjo është realiteti. Por ne më turp është kjo që ju keni shpresë se prapë mund të rregullohet. Kjo është për turp. Kjo ke gabim. Ne kemi një gjë, ne a priori nuk duam të paragjykojmë. Ne edhe kur, paragjykohet se je brenda, Flamur. Edhe kur Dumani, Te po të them pra, mund të hash ti o zotri, më mirë bashko votat me Ramën dhe i... Dëgjoj mua tani. Edhe kur Dumani fillon të kërcisë e dhëmët ndaj opozitës, ne kemi shkuar të institucioni dhe kemi depozituar ankesa. Shumë gabim. Prit, jo pre. Pse? Sepse ne respektojmë... E keni legjitimuar. Më falë. Ne respektojmë kushtetutën e këtij vendi dhe drejtsinë e këtij vendi, pavarësisht se kush është sot aty apo kush e drejton sot e kush do drejton nesër. Dumani dhe Irena Gjoka the, një prokuror dhe një gjykatës. Edhe Edi Rama thot, u ul një prokuror dhe një gjykatës, edhe vendosëm kundra nesh. Tani unë po të them një gjë, je dakord ti që Dumani ka gjykuar politikisht se ka nuk shikoj më fal. Kush e asgjësoi dosjen 339 dhe 184? Asnjë rast. Kush e asgjësoi dosjen 339 dhe 184 e vetmja dosje e krimit elektoral, sepse ne bjem dakord, drejtësia ka, shpaku ka 3 shtylla.
krimin, E di kush jam dakord me drejtsinë. korrupsionin dhe krimin Zoti elektoral. Flamur. Kush e azesoi Dumani? Ja, më ja. Kush vazhdoi të bënte inkuizicion vetëm opozitës dhe kur narkoshtetit Dumani? Kush ishte Irena Gjoka? Kjo është politikë mashtruese. Ja, kjo është vërtet. Nuk ka një duman të keq e Kjo është, aty ka 20 burra të tredhur nga regjimi. Zotri. Po krijuat iluzionin që të sa bëjnë drejtësi e ca i ka kape Dirama. Dhe drejtsinë e bëjnë kur e bëjnë me të majtën dhe kur e bëjnë me të këta nuk ka drejtësi. Është troplin. Aty ne kemi. Ai është troplin kur e bën me këtë. Është duman të kur e bën me regjimi. Edhe kur Dumani ishte dhe nxirrte vrerë kundër gjithë opozitës, ne kemi thonë që në organet drejtësisë ka individ me dinjitet, të cilët i referohen kushtetutës, ligjit dhe të vërtetës. Pra, nuk mund të përlyj të gjithë unë aty t'i bëj bashkë. Po, ama Dumani 1, Kraja 2 dhe 18 të tjerët dhe Milonaj 3 kanë pranuar të jenë kamikaz Po ai politik. Elbasani që gënjen për votat, hajtë ti marri me radhë. Dhe Alfred Sheu, pa diskutim. Do tjetër. Prit, po. Do tjetër. Prit, pra. Pra, unë nuk mund po them, ka aty, brenda atyre 1, 2, 3, 4 që janë prokuror politik. 5, 6, 7, 8, 10. Por, ka edhe profesionistë dinjitos, të cilët nuk Po më thua një se këta të këqit. Nuk i njofën kush janë. Nuk mundemi kur t'i përzim t'i bëjmë gjithë me i tavë. Ama një gjë botrisht dihet sepse ka mbaruar mandati. Po ka patur një kamikaz, jo të ligjit, që u vendos aty si heroj i fëmijëve tanë dhe përfundoi si heroj i fëmijëve të rilindjes, ishte Dumani dhe Irena Gjoka. Kaq. Vernozi shkret me shkruan demokratët kanë 16 vjetë rrugëve, thosë. Thuaj Nogës, kush e ka përgjegjësinë për këtë? Dhe i duhet të thotë demokratëve të thjesht na falni, apo vetëm na volli dhe prit gomar të mbi barë. Thotë Vernozi shkret për lërëses. E përshëndes Vrenozin. Përshëndet. Edi Rama, në narkoregjime, vjedhja është më e pakta, është farsa, është kryesorja. Narkoregjimi E përshëndes Vrenozin. të përshëndet. Tani, se kjo është kështu tani kjo, shko si e mendoj unë tani, ta them vetëm me një frazë, s'ka rëndësi mendimi se unë nuk votohem. Por, për ty është rëndësishme ta dëgjosh edhe që mendoj unë, që mendon Tela, që mendon edhe kur e kam kundër. Është rëndësishme ta dëgjosh mua. Dhe thu. Po sigurisht, po. Po fare, do ta dëgjoj. Po e dëgjon. Do dëgjoj, po patjetër. Drejtësia, reforma në drejtësi kështu dhe është dështuar Flamur për mua për një aspekt tjetër shumë të rëndësishëm. Dumani me 20 veta përfaqësojnë vetëm 0,3% të drejtësisë shqiptare. 99,7% është drejtësia tjetër që është për tokë një minutë. Absolutisht dakord. Dhe këtu drejtësia ka vdekur. Absolutisht dakord. Kjo se ç'bën Dumani bashkë me edhe mua s'më duhet fare. Megjithëse mirë, Dumani është aspekti Dumani, që në njëherë bën troplin dhe njëherë kështu, është shembulli se si mund të jetë mos, si mund të jetë edhe me gjithë gabimet e veta, si mund të jetë drejtësia një vendi. Aq sa është, po s'është e fare përfillshme, fare. Edhe pse ju mbledh ju mo e politikën, edhe pse ju mbledh ju, është shumë pak. Nuk ka drejtësi në 99,7%. Këtu i ndajemi bashkë. Ju keni bërë, sigur keni bërë drejtësi, jeni tallur me gjithë. Jo, edhe e drama i pari. Jo, ne. Jo, më jo të gjithë, e drama i pari. Ne, çaj drama. Ore, e drama, e keni votuar të gjithë. Ore, ne kemi... Të reformë, e keni quar... Drama është në opozitor, që thu ti? Të bëre humor, thani. Ne kemi, mo, drejtësi. Bravo, Flamur. Atë të them seriozisht. Flamur, po them. Atë të them seriozisht tash. E drama i pari, dhe ti ke votuar këtë drejtësi, që është kot. Këtë gjë kam thënë këtu në studion tonë dhe kam disa vite. Po ti ke votuar, mo? Ti zotri, jo. Ti zotri, prit, jo. Nuk ke votuar të ja? Jo. Prit, jo. Partitë Demokratike nuk votoi reformën? Ata mbaroj. Ka votu ligjet. Ta mbaroj. Pra ne kemi votuar në parim reformën, por ato 6 ligjet që e kthyen nga reforma dhe si në ramar formë, nuk i kemi votuar. Edhe shtohe me këto 6 ligjet, ja? Prit, Pasi e votove. Po aty pra. Dhe po them unë, po përsëri ne kemi thënë që reforma drejtësisë është shkatruar sepse shtyra ti s'e ke thënë kurrë. Ti tani që po shef që rrotullohet diku, këtej afër këtyre të pushtetit që i ke ti, afër, ti thua që është shkatruar. Deri tani s'e ke thënë. Nuk e ke thënë asnjëherë. Ja, prit. Jo asnjëherë. Ja, më ja. Ndërkohë që Ja, dëgjoj. E ka thonë. Urdhër. E bëjmë këtë. S'do ti të dëgjosh. Nuk më intereson fare që s'do ti. As më plas fare. Që s'do ti. Unë e kam thënë vazhdimisht, nuk ka drejtësi në 99,7%.
As më duhet fare, a more Fatmir, a del Fatmir me diu, unë e them vazhdimisht këtu në studio, po ti nuk dëgjon Flamur. Ti dëgjon veten tënde. Jo, të Dhe je në rregull. Jo, të dëgjoj. Je në rregull, më. Je në rregull. dëgjoj. Dëgjoj veten, Dëgjoj edhe kur bën avokatin. Imito doktorin me zë, me tonalitet. Dëgjoj edhe kur bën avokatin. Edhe avokatin e kujt, më? Po, Të kujt, më? të pushtetit. Po që pushtet leshi është kjo? Po është pushtet, ndarko pushtet. Kjo pushtet po ndihmon ty, më burr. Jo, ty, jo mu. Mu ka shpat luftë. Edhe unë kam shpat luftë. Për ti luajtur fen. Jo. Ju jeni njerëz Edhe të më pasur. ka shpat luftë, edhe kam shpat Ju jeni të pasur pas e dramës. Po ta them unë. Luftë keni shpatur ju. Jo. Po edhe është turp. Dhe Flamur tani se mos tregon këtu. Po, jo ti. Tregoj atyre kalamajve kur vete. Të gjitha. Po ç'to tregosh? Tregoj të gjitha. Ore ju jeni pas e dramës. Po more se te tender te Akshi mora unë, nuk more ti tani. Kush mori tender te Akshi? Te Akshi te. Tani. Kush? Tani. Kush? Ti, televizioni jot. Po kur në botë? Tani, po, shife kontrolloje. Pa si që ndarë. Po, tani. Pa si që ndarë. Po. Kur tani? Tani, në fund kësë fare. janë këta më? Tani, me firme Linda Karçanaj. Tani. Rinde Karçanaj është ndalim, e ndaluar. Shko. Po nuk ka marrë. Edhe një prestanome i Gysagas. Po sikur të mos këtë marrë. Jo, ka marrë. Po sikur të mos këtë marrë. Po, ka marrë. Po që do thuash pëse? Jo, s'do them. Do vishë të kërkosh njës Jo, këtu? s'do them asgjë. Kjo është. Allah. Kjo është. Mirë, Flamur, dakor. Thuaj çfarë duash. Po pra, po qofse se s'ka i problem tash, se ti e thu ka marrë një tender ky televizioni, po me çdiun ky televizioni nga mëngjesi në darkë, vetëm i bie Bie Akshi. nga mëngjes deri në darkë Akshi. Dhe nuk ka tender, nuk ka marrë asnjë. Ndoshta ka kërkuar tender dhe ka marrë këtë. Po, e ke Unë këtë. sot lexova te një portal Jeta është qef këtë që po ta them. Jeta është qef më. Lexova sot. Mirë, Mirë ta dish. na fal, pastaj. Po ti pas ke marrë informacion të lartë më. Po morë. Bravo të qoftë. Po jo më bravo të qoftë. Ja pra ti. Sekretari Unë- përgjithshëm i partisë. Lexova me detajuar e kishte edhe me pam fotografi cilin? dokumentat. Po cilin? Portali. Me Tenderin e fotografi. kujt? Po, taksh. Nuk e di për Po je gabim o Flamur. Po mund t'jem. Po jam gjë mua që po them. Je gabim. Nëse vazhdo si duhesh. Tani, zoti Noka, më duket se ju betejnë më të madhe nuk e keni me Edi Ramën, por me indiferencën e qytetarëve. Nuk ka njerëz, jo vetëm për ju, edhe pjesën tjetër të opozitës. Ata që dalin, e gjithë këta emrat që përmendëm. Agronin që përmenda unë, tjetrin. Dhe ju tani, përveç militantëve, e që doli njeri të tha, të dua doktor, sa më shumë se baba. Tani ja të kthej për Edhe dalin, ja ta mbaroj. Ta mbaroj 25 miliard nga aparat e shqiptarëve tenderi që keni marrë ju. Kaq, ja ku e Ky është tender që ka... Ja. Me që ma Ka lidhje me thua Akshin fare. ti. Ma arëshëja. Po Akshi nuk është arresht. Çfarë si ka parat e shtetit, taksat e Tenderi para qytetarëve. disa vjetësh. Taksat e Po mirë, qytetarëve. ky s'ka të drejtë të marrë. Taksat e qytetarëve. Po ky është biznesmen, mo. Ju për në rregull, nuk po them, si e nuk po kemi? them që s'ka drejt marrë. Po them që pse i shërben, unë u tregoj shqiptare, mirë, pse po i ky shërben nuk duhet të tani, marrë- ti tani ke 1 orë gjysmë dhe po i shërben pushtetit. Ky nuk duhet të marrë Ja pra. tender. Me që vazhdo kështu. Nuk duhet të Nuk është marrë kjo tema, mo. të mos Jo, jetë me që prestanome, do mos jetë prestanome shtufi, po themi. Për tenderin e tuaj. Kjo është, ja. Për tenderin tuaj. Ja. Lotin kaqi. Ja. Ja, pranaj bota Arësheja, thotë Akshi, arësheja. Avokatura e pushtetit bëhet për këtë, ja. Bravo, Flamur. Ja ku është avokatura. Atere, ti themi këti legamet ti mbyllë. Mos marrë as tender, mos shkojnë, mos bëj Në një biznes. demokraci normale, mediat nuk mund ushqen nga pushteti. Po duhet të i thuash mediave Po, të gjitha. Mediave tua. Të gjitha mediat, Po, të s'ka thuaj, media. duhet të shkosh. Asnjë media s'ka mund. Ti. Po, asnjë. Në një demokraci, mediat pse prandaj mediat janë kthyer të përnant pushtetit, sepse ja, ky është argumenti. Me që deshet ta them. Ky është argumenti. Paguhen nga taksat e shqiptarëve që të sulmojnë opozitën, që thonë fajin e ka Saliu, që thonë fajin e ka PD-ja, sepse nuk e ka fajin ky që vjen, nuk e ka fajin ky që shkatron, nuk e ka fajin ky që shpopullon, nuk e ka fajin ky që ka ngrit kartele. Zotni, Prandaj paguhen. Zotni Flamur Noka. Kjo është e gjitha. Unë, këto që po merr ti, kam ikur nga televizionet e tjerë, nuk duhet përmend të emra këtu. Ja ku e ke zotrin djathas te, të shpjegoj. Ka nisur Unaza e Tiranës dhe lotin e parë kam bërë unë, bashkëpunim me Departamentin e Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të Shtetit të Delaware. Dhe kam ikur nga puna, e kam paguar duke u larguar nga puna. Unë bëj një emision, i nderuar, zoti Flamur, për interesat mia, që të kem një, sigurisht që dhe unë kam bërë. Normalisht duhet bëj emisionit për interesat të opinionit publik dhe jo tua dhe të mijat. Sepse je një zë publik
Dhe duhet i shërbesh interesit publik. Po unë nuk dëgjoj ty. Dakord. Se ti Unë të falenderoj që e the për interesat tua, sepse u tregove i sinqert. Interesat kujt mo? Tua. Cilat? Tuat, në the për interesat mia, të the sa po e the. Dhe unë të falenderoj se u tregove tërësisht i sinqert. Kuptova çfarë i thash. Je treguar tërësisht Për interesat mia emisionin theti. Nuk e bëj. Interesave të mia profesionale. shtoje, po se shtove. Jo, profesionale. Po këtë desha tosha, kur s'kupton ti pastaj, cilat janë interesat mia janë profesionale Dakor. në këtë histori. Dhe të spjegova rastin kur unë Flamur jam larguar nga puna për shkak të lotit parë, të cilat para do merreshin dhe do shkonin Delaware. Dhe do merreshin Flamur i dashur dhe i ndritur nga njeri që ka punuar sjell nga ju në Shqipëri me brek vetëm me brek dhe është bërë nga njerëzit më të pasur këtu. Do merreshin, Edi Rama do ta merrte t'i çonte parat atje, po ju e keni sjell atë njeri. Dhe ata 5 oligarkë. A do të thonë, Flamur i dashur. Ishte Edi Rama. Ata 5 oligarkë. Po, edhe Edi Rama i vazhdojmë fort te ju. Po ata 5 oligarkë i pollët bashkë, i ndërtuat bashkë, i se ndërtuat bashkë dhe janë njerëzit më të rëndësishëm në Shqipëri. Nuk zguxon më ti ke qenë këtu në studio dhe zguxon të thuash, më thuaj 5 emra oligarkësh në Shqipëri. Ti, thuaj. Edi Rama, Edi Rama. Se Edi s'ke Rama byth Flamur. dhe Edi Rama. Nuk ke byth Flamur të thuash A di pse kam? oligarkë. Ta them pse? S'ke byth. Ta them unë pse. Sepse ti pas Lulbashës u ngjiti smundjen ju me vën gjoba. Unë nuk jam nga ata. Bashkë në thirrje ti o Flamur. Ta sqaroj unë. Kanë thirrur ty. Dhe nesër do mbetesh rrugëve prap. Ta sqaroj unë. Unë themi gjë. Po. Dhe nesër do mbetesh rrugëve. Jo, nuk shpëtoni dot ju nga këto. Prisni. Tani po të them unë një gjë. Unë nga Që të më thot dikush, 500 vjet nga prit. ty, Jo, më nga unë, s'ke po s'vjen kur e keqja nga unë. Po nga kush? Do të vjen keqja nga vetë jote duke mbrojtë Edi Ramën, more. Edhe korrupsionin Unë mbroj Edi Ramën. Po. Tani të Edi sqaroj. Rama do të kishte ikur me kohë me vakt, po të mos ishe ti Flamur. Jo, more, jo. Sepse ti e mbrojt si mi madh Edi Ja, pra, Ramës. kjo është këtë mesazh për cilë Edi Rama në rëmjet Ylli Rakipit Më thot Edi Rama, më thot Edi Rama. Këto para janë Edi Rama dhënë për s'pjer këtë fare Ylli Rakipit se është bërë udhëheqës ndërkombëtar tani. Për shkakun tuaj. Këto para janë dhënë që të dalë ky mesazh. Për shkakun tuaj është bërë udhëheqës ndërkombëtar. Këto para janë dhënë vetëm për këtë mesazh. Për të dhënë këtë mesazh. Edhe ai përpara. Po para. Edhe ai. Hape një herë. Ja, ta hap, ja. Ta hapi unë. Allah. Po. Prapë kthehet atje. Ja, ta tregoj unë, ja. Kësh mirë apo shës. Ja, mo, ja, me që do. E nisi këtë fabul Batoni e Bitise ti. Edhe unë, po ta them. Ka një zonet që në fabul? Që nuk është fajtor, nuk është e keqe Rama, do t'i kësa liu. Ja, ku dhe, po ja u them unë pse thuam Unë e këto thash këtë fjalë. fjalë. Dhe unë i tregoj parat që paguhen për të thënë këto fjalë dhe për të thënë këto mesazhe. Këto janë. Me që doni. Besoj mbyllëm. Ç'të them, Tashi, çfarë thua? shkruajnë shumë gjëra dhe shumë ju vjen shumë bi Flamur. Ne urojmë Flamur që ti Ju duhet, po të jeni në pozitat të shëndosha, duhet të uroni të ikë ky narkoregjim që ka shkatruar edhe ju ka marrë peng ju. Sepse jeni marrë peng dhe unë Edhe kjo bie ke pjesa qafë. që boti Flamur që gjen armiq kudo, domethënë i bie që edhe unë me Bushatin paguhemi atje nga ai për të bërë politikën e Edi Ramës, kështu i bie nga ajo që theti. Se kemi bërë asnjë sekond ditës. Ta them unë ty, Kështu kur të por drejtohem ideja që unë ju drejtova Batonit dhe Yllit. po mi pra po jo po jemi ky mision. Batonit dhe Yllit. Po këtë gjë. Dhe jo ty. Po nuk ka rëndësi më, ideja për të bërë armiq sa më shumë. Jo ata që shohin të keqen opozitën dhe jo këtë narkoshtetin. Pra, nëse në 90% të ditës flasim kundër janë në shërbim të narkoshtetit. 90% të Ata ditës që shohin të keqen kundër opozitën dhe jo kleptokracinë, ata janë them ta mbyll. të pushtetit. Dhe unë tregova Kur spaku ta marr Flamurin, unë do ta mbroj nga kjo studio, edhe pse që jesh i sigurt që as ka shans me marr kush mua sepse ta them unë. shumë shpejt. Do ta them Uron ti. Po, uron ti. Jo, unë nuk uroj. Ta sqaroj unë ty. Sepse Flamuri si ka fut kujt dorën Kur të marrë, unë do të mbroj nga kjo studio. Jo, s'dua të më mbrosh. Do të mbroj Dua të më mbrosh hiç. Po ta them unë. kundër Edi Ramës. Fare dhe unë po ta them këtë troç ty edhe të gjithëve. Edhe Batonit. Ky Flamur Noka shkon ballhapur kudo sepse 1 cent në jetën e tij si ka marr kujt. Dakor. Dhe ka 13 vjet opozit dhe e bëj opozitën me përballje sepse unë ky jam. Jam i pastër dhe dinjitos dhe s'ma ndjen fare. Por këto tenderat merren për të shajt opozitën. Këto tenderat nuk merren për të thënë të vërtetën. Dhe unë këtë do ta them kudo.
te ky televizion, te çdo televizion që do shkoj, këtë do them. Tendrat merren për të sulmuar opozitën. Bravo. Unë them që Unë kam plot gjëra për të thënë, po s'kam asnjë nevojë. nuk ka Je nevojë. vajti dhe vonë, që dëgjon njeri më tani, po i thatë. 12 Ti ke thënë që në fillim e mbyllet the fola dhe s'flas më. I the të gjitha. Po, Po dhe ti, Do t'i them Ylli. dhe ti, unë do të mbroj nga çdo gjë. Ylli, Të siguroj. unë jam duke, kjo që po bëj është që të mbroj nga pengmarrja e Të regjimit. nderuar televizikues, tani ka që ishte, ju patë, e ndoqët, shihni e shkruani, më shumë se kaq nuk kemi që themi. Faleminderit. Natën e mirë.